Mirëmëngjesi. Trëndafila me ves, mirëmëngjes. Si jeni? Gjbet, o, mira. Miro, ju që jeni. Të keshe në motra. Bukur Qështu shumë. gëdhit sot. Qyshu qarmë? Gëdhit. Qyshu gëdhim? Shumë mirë, shenjat ishin të mira, me thënë drejtën. Pa. Qëfar shenjash? Të hapi së syve, pra të gëdhi. Kush është shenja e mirë për shembull që ti merr kur gëdhihesh? Do të thënë që zgjohesh. Po pra, është... Energjia. Unë për shembull, po u zgjova drejt kështu, pa hapa syt dhe jam drejt, nuk më shko mirë dita. As mua. Se di pse çam ndodh, Është i domethënë, vetmi kur e gjej profesion kur vetë. shihen mankthë. Është e vërtetuar Apo shkencërisht. po, nëse Po unë nuk s'mbaj mend kur makthe ose gjëra kështu, po domethënë Po ja të ecën tërës, po. Po t'jem drejt edhe Po sigurt. si zgjohesh mirë, nga cila anë do t'jesh, nga cila anë do t'jesh? O majta sot djatha, se si ka, O përmbys. ose përmbys, zakonisht përmbys fleon, do na vrasin fare çdo fizioterapiст i mundshëm që ne kemi marrë në studio, por Përmbys edhe një këmbë gjysmë e përthyer. një dorë e hapur kështu si ull deti, o të doli dora bora. Ja dhe një herë tjetër, një dorë këtu, sa bukur. Edhe si ull deti, domethënë. Ajde, po me jastik tu lart apo pa jastik? Ylli deti. Ja, jastikun e kam shumë të ullët edhe shumë të butë. Po kështu se theti nuk Si shekaj... lëshuar jastiku si lëshuar Ajde, Shumë detaje morën vesh të panevojshme, po. Po mirë më, s'ka, i themi njerëzve paka shumë. Lëshimi duarve një kështu, një lloj jastëku kështu. Jastik që vjen një moment bëhet aq lehtë kështu sa thua ta hedh Si ka fare. mundësi që ju mund të flini për mbys, për shembull? Po, veç ashtu më zëgjume. Më ka pankthi. Edhe ndonjëherë që e provoj, kështu them, më të flej një për mbys e më lot kurit. Po s'fjeta kështu, edhe ana është po kështu e ka. Po dhe ashtu, është gjumë i ratshëm fillimisht, derisa fillojnë makthet. Okej. Po që nuk nisëm emisionin për fort për gjumë, po nejse. Po me mundjen të Jam shumë gjumi. kurioz se si mund të jenë zgjuar njerëzit, kështu që po ju pyes si jeni zgjuar sot? Të bukurit e dheut, Sa vari njëri i rej. mori përgjigje. Jo, po i marrëm. Po flet me universin. Po. Sepse jo për gjë, po doli një kërkim shkencor që tha që do eliminohen kufjet. Mund Cilat të eliminohen kufje? kufjet në vitet në vazhdim. Kufjet, Do t'jenë me si çip, përdorim. Dhe të kemi vetëm me rreze ultratinguj. Po. E kupton? Të na vi dhe të jenë të gjitha të ndara me breza frekuencash. Po. E të na vi muzika që duam, gjëja që duam të dëgjojmë e personalizuar. Po. Kështu që unë i dëgjova ma çun gjithë. Ta të shumë frekuencën, Po, me rreze ultratinguj, direkt në vesh. Kakofoni, për shembull? Apo ishin të gjithë një zër, jemi mirë! Jo. Jo, si ishte ajo, po. Më kujtove Clark Kentin. Na? Ishte një superfull. Supermeni, më zemra. Ma ke parë Nisa uniformën? jo e Supermanit kështu të njësë. Jo, nis direkt e flokut. Enchanted X. Magic of power. Po jo, është më mirë të rejtë, se imagjinojmë se... Dikur kam qenë në Super Saiyan. Është i zëna i profil. Jo, kam qenë, unë kam pasë më përpara I ke profilin. qenë Goku? Jo, kam qenë ai që humte. Vegeta. Se e kam pas gjithmonë. Kam qenë Goku, unë se nuk i zjedh personazhet kryesor, nuk jam kështu narcist. Okej, nejse. Jo po për gjumën, jo po për personazhet filmash, në një që tjetër, Tomi dhe Jerry, ne keni parë këto ditë? O, vdes për atë, se kam parë këto kohë, parë Tomi dhe Jerry. Nuk themi do t'jo. E pra, ai rastisht të shikoni nga këto filma vizatimor, që shikoni familje, dhe ti ngelesh duke parë aty. Unë po njerëzte, sigurisht. Po është momenti më i bukur. Jam rikthy 101 dalmat dhe unë. Po. Hajde me kushuririn, hajde shojmë, kur e shkoj kushuriri ka ikur luan ndej unë tu është du të është fakt ai, është fakt. Po unë ndërkohë që më bëj gosën, po prit mami se është shumë i bukur. Do të marrësh atë mesazhin. Nuk i pëlqen që të shikoj kështu televizor këta ndër, do më shumë pikturoj, bëj gjëra të veta. Po hajde më mam ta shohim se është shumë i bukur. Ta shohim bashkë. Ko ajo pikturon, unë shikoj 101 dalmatet, se sigurisht nuk super film. Është bukur edhe mua më pëlqen shumë, e thënë drejt. Kush është i preferuari jot? Po tani... Ama një Nga ndër. gjithë filmat vizatimor, jo nga qend.
Thashë të nga qenë. Ka qenë të shtaj që mami ka muri, ai që është gjithkohë që është bolut si madhe, thot mami ka muri. Portaj. Thjesht nuk e mbaj mend që ti drejtohem, po ai është i lezetshëm. Ata janë si Tinky, Winky. Që më ka pëlqyer. Lala po. Tani shiko, kur isha i vogël, Mulani më pëlqente shumë. Mulani. Po. Perfekt. Ishi dyshi, kështë dy seri. Perfekt, fare. Sa na kujt. Perfekt Çfarë Shrek brezi. Nishi dhe dublimi në Shqip, që është fantastik dublimi në Shqip. Qarë e thot kyma? Njeri u keke! Sjellni më princeshën teme. E u bëm Qenë shumë gjithë nostalgjik. shumë nostalgjik. Po. Shumë brava. Ky prilli i kaktë nostalgjik. Gjithsesi, Një Segafredo të lutem. jam gati për ta hequr nostalgjin, sepse Segafredo të kthen me këmbë në tokë. Segafredo të bën që ti jesh njeri normal. Po edhe imagjinatën të nxita, ma. Edhe imagjinatën të nxit, jam dakord. Ti me kafe në dorë vazhdon mendon, imagjinon. Le të bëjmë Segafredon e parë për sot nga 101 të tjerat që do bëjmë. Nga ishte E mori turnin. E drejt. Jepi rej, bëjmë të firën tënde. Nëse çdo bësh ti. Kush e di çfarë bën. Aha. Jo, Segafredo është shumë e mirë, po Njëri thoja. paralel domethënë. Po. Se do sa si motën tënde, po nuk e Po, si të vlla. Kur do Boran. Faleminderit Rej Bezhani. Ti e do tani Romina apo çik më E vonë. do pas videove sidomos. Ec. Videot. Virale. Po. Çati. Përshëndesim Elbastani. Ne njëherë Shunat e Elbastani. njëherë njetë që duam t'ikim për Elbasan, kujtojmë se na u zgjidhen hallet, duke pa dritën. Drita në fund tunelit. Është taj që shkurtër e tunelit, sa që S'funksionon. smeret vesh kur hyn e kur del. Atë që na e gjeti. S'merret vesh asnjëherë kur hyn në delo, por Atë mendova dhe unë, po e të ecim, se kemi ca tituj sot gatuar. I ke bërë vetë, më Po, me durët e mia. Vetë përsor. Gjashtë gjërat që njerëzit vënë re direkt sa futen në shtëpinë tuaj. Pluhuri. Po, si ku i kanë lënë rrobat, rrugicat. Gjërat e hedhura në për shtëpi. Është gjithmonë dhe me gjumit që i ha gjitha këto. Mami na ka bindur gjithjetën që sa vinë miq në shtëpi do bëjnë të procedurën të mobiljet me gishtin. E keni vërë sa i ngelet mamit hatri, kur nuk i thua që do të vinë njerëz, ose kur nuk e ka marrë vesh më përpara që do i vinë njerëz në shtëpi. Në fakt ne gjithjetën kështu na ka ardhur, se s'ka qenë një traditë e madhe të të lajmërojnë para se të vish. Tani ka dalë, se ndryshe s'ka vedera. Tani ka të fundit duhet. Tani pos Mosha e tret, brezi i tret i familjes. lajmëroj dhe ti prapë thua, pos mbaroj vonë sot, mbaroj vonë. Një zile Po. në orën 7:10. Ditë shtu në dje. Shiko, kur je në pallat dhe nuk është shtëpi private, ti e ke shumë të lehtë mos ta hapësh derën. Po kur je në shtëpi private, po që njerëzit ta dinë, domethënë gjithë njerëzit që duan të shkojnë te shtëpia e re, sa Ne dyrë kam kishe? shtëpinë me 2 dyrë. Dhe unë dhe babi mundësisht mund të dalim edhe me pijame nga dera tjetër, mjafton që mos takojmë njerëzit. Domethënë, kjo nuk blen për familjen. Gjasme. Kam pas ardhur s'ta shkoj mendja për 2 dyrë. vinte thash, vinte brezi i tret, edhe dajallar gjëra, 80 e kusur vjeçar Bravo, që t'ishe tregonin 15 vjeç. kur unë isha 15 vjeç, që tregonin historitë me Mehmet Sheu, me Lerotën, se atëherë në komunizëm, Prandaj u nuk bën e mbledhja kishte partisë, shkollën. 48-ën, vetëm, po Xhaxhi. Po, Xhaxhi, po. Të të bëj një kafe, Xhaxhi? I rritur para Dhe kohë. vetëm doja të të shohesha në ato. Dhe të bëj një kafe, po, ikja dhe ndërkohë kafen e delegoja të ju që ishte në kuzhinë. Po. Rasti atyre ishte që nuk të shikonin nëse kishe bërë punët apo jo, se për ju çuna të shumë e thjesht, nuk është e vrisni shumë mend. Po. Thjesht ishte pak i vjetër. Unë mendoj që çunat e vënë më shumë re rëmujën se çdo gocë e mund. Është e vërtet. Unë e vërre shumë rëmujën, për shumë, po unë nuk më Tani? kur. Mua mund të më qosh ku duash, nuk më di. Pse nuk do të për shumë familjen tënde që vinin njerëz, po gjithmonë ishte mamni aty që do thoshte shko më rej
të dyqani, po që të merje të ande dhe bën të gaf për shembull që ajo t'ishte e sigur që ishin të dollapi fshehur ato qerasjet dhe ti i kishe ngrënë. Edhe ç'është vite një duke qeshur një. Ndërsa mamim sa herë që i ruante këto, i fshinte karamele, qerasjet në vende që ne mos t'i gjenim, vinte momenti që vinin njerëz thoshte po ku i kam lënë? Vazhdon kërkon sot e kësaj dite. Vazhdo, mami, vazhdo. Hajde kërkoj njerëz. Ndodhte edhe një gjë tjetër, se unë për Pas të na lexosh to. i hedhë xhupat ose gjërat e mia kur shkoj në shtëpi, i lëte një nga divanët ose një nga këtu. Qa gjesh? Djalë, po, sigurisht. E thjesht binte Zilja, trrr Zilja, rej, ishte vetë. E dihet i procedurë. Kapja gjithë unë bëj një mal me roba. Dhe shkoja drejt dhomës sime dhe hidhja gjitha në krevat. Fiksim. Pas hidhja gjitha në krevat, mbyllja dhe derën. I rregullove. I rregullova. Nësët njerëzës në Ndërkohë, të se s'ja kemi park në shtëpi. Pak dhomën e djalit. Po. Vetëm të dhoma jote, po. Birgat. Mirë të gjithë, tani mos bëjmë kohë, se gjithë e kemi në gjumë dhe një. Opa, ja. Por gjë parë për shembull që vjet e re është aroma e shtëpisë. Po ku ke gatuar lakër për shembull? Po Po bëre mirë me lakër, punët po. shkretët që sa futesh shtëpi vinë aromat e gjithë shkallës. Po. Problem është e drejtë. Është problem. E drejtë. Problem shumë i madh në fakt, me thënë drejtën, kur vinë Të ca nga aroma. aspiratori jo, do më të Gjithmonë. Ndriçimi. Ndriçimi? Pa. Shpun kam me ndriçimin? Është Vjetë erët shtëpia? Është erët apo jo, se tani kanë filluar edhe këto ndriçimet natyrale që janë për shtëpi, që investojnë shumë. Ndriçim natyral, po ta ka zënë pallati tjetër ndriçimi natyral. Ndriçim natyral i brendshëm, se diellin. Se kupton ti jem pas dite apo jem mëngjes? Jo. Rrëmuja thot, që e tham pra. Vjetre direkt. Pastërtia e kuzhinës dhe tualetit. Po. Vjetë e re me një herë. Dhe kjo është një gjë në fakt që dallohet, se sidomos njerë po të kesh një dritë të fortë mbi kuzhinë dhe she aty larg. Bajnë. Sipërfaqja një shenjë madhe vaj. Po, ose ta kequr ti Ne ti të shkon fantazia tigës të bësh një vit, ai vaj. Bimët dhe gjelbërimi. Bimët dhe gjelbërimi. Po mirë se erdhët, mirë se erdhët. Aty jam krenare të paktë. Aty po. Mos shikoni asgjë tjetër. Dhe hyrja e shtëpisë, një tapet i pastër thot, në një detaj dekorativ, në hyrje të shtëpisë, diçka e bukur që drita viti riu për shembull, mars, prill. Që ishte kjo? Drita viti riu. Drita viti riu. Nuk po flasim për raste specifike, për shembull shtëpia jote. Një shtëpi tjetër. E ecim me titull i radhës, mëse do flasim. Besoj se vjen njëri më në shtëpi sot. Miqe, kështu që është. Jo, zvin më këto. Lokal, aty tek ka ikur si zakon tashmë shqyr Zotit. Beni akoma? Po, Beni e ka thyer. Ne ishte për divorcin me Jennifer Lopez. Dhe çfarë ka thënë vallë? Asgjë s'ka thënë. Asnjë gjë. Ai vazhdon të ketë akoma dëshirë që të rikthehet me Jennifer Lopez, me J-Lo? Jo, nuk e ka dëshirën më për të rikthyer. Nuk ka një dëshirë për të rikthyer, sepse është diçka e cila tashmë ka ikur fare nga rendi i ditës për Ben Affleck. Por ai ka thënë edhe ka treguar versionin e tij të historisë, mbi 3 muaj pas divorcit nga Jennifer Lopez, ai ka thënë që ka një tendencë thot që të kërkosh shkaktarët e ndarjeve të gjesh arsye themelore ose diçka tjetër. E vërteta është thot shumë më e thjeshtë se sa ndoshta njerëzit do ta besonin ose do ta gjenin interesante. Nuk ka skandale, nuk ka telenovela dhe nuk ka intrig. Gjithashtu nuk mund të martohesh me një kapiten anije, ka thënë, dhe të thuar se nuk të pëlqen uji. Ai ka hedhur një lloj aludimi, le të themi, Ben Affleck për pjesën që Jennifer Lopez në base mund të mos ketë qenë dakord me shumë vendimet të tij dhe ai thot kapitena Nije, pra në një njeri shumë i famshëm, një njeri me shumë ndikim në botë dhe ti nuk mund të lidhesh me mua dhe të vësh kushte për jetën time. Po, e drejtë. Po mirë, ka drejtë. Ka folur edhe për dokumentarin e Jennifer Lopez, The Greatest Love Story Never Told, i cili është një dokumentar tek i cili ajo ka folur për shumë gjëra të jetës së karrierës së saj. Dhe ai ka, domethënë, ka marrë copza nga ai dokumentar dhe si duket i ka trajtuar edhe si arsye ndarje, le të themi, të mundshme.
Po, qa fleti. Gjithsesi unë besoj që Xhelo është gjithmonë ai personazhi që do të bëj filma për jetën e vet, dokumentar, sepse ka pafund ngjarje në jetën e saj. Po. Edhe besoj që për një 5 vjeçar tjetër të radhës, ajo do ta nxjerrë një dokumentar ose një film, profil për të treguar të gjithë sfidat që e ka kaluar në martesat e saj, me fëmijët, me të gjitha peripecit në çift. Fokusi është gjithmonë historia e dashurisë. Po është pyetur edhe për Jenniferin tjetër. Po. Edhe ka thënë që kam shumë respekt për të. E kuptoj dëshirën për të eksploruar ndryshimet që kemi në perspektivën për mënyrën se si një person dihet më rahat dhe të qaset ndaj kufirit mes jetës publike dhe asaj private. Më thënë, nuk është se ka dhënë shpjegime të sakta dhe të qarta për të dyja ish marrëdhëniet, ish Jenniferët. Por që ka dhënë kështu shpjegime kështu si evazive, se shkuptuar se që ka thënë. Pa lidhje. Ka folur pak si në për të. Do të thënë për Po njerëzit kanë thënë që të paktën nuk ka më një rikthim, mendohet që nuk do ketë rikthim as me Jenniferin tjetër. Po, pra. Por që nuk i dihet kur, ai ka një fiksim me Jenniferët. Më shpejt mund të duhet të ishte dorë nga Jenniferët. Nënën e fëmijëve se sa tek Xhelo. Shko, tani duket tash qartë që ai e quan të paarritshme faktin e rikthimit me Xhelon. Po. E për shkak të asaj gjëje që pati në jetën e tij, një ndryshim kolosal. Po nuk mund të ketë më tani rikthim se 2 herë u martuan, 2 herë u Po e treta e vërteta, Jo, e treta e vërteta. Kismet. Provo përsëri. Gërvisht dhe fito. Po mirë, unë them që kësaj radhe të paktën, po të lidhen sërish, mos martohen më. Ta bëjnë kështu, ta kthejnë në një aventurë lidhje. Po pse ma, ato janë martuar? Janë martuar me dokumenta për disa të Ta njerë? martohen, ndau. Ka qenë martes kështu, sa për të thënë. Jo me dokumenta. Me dokumenta. Ta kanë qenë me dokumenta. Për këta po thua. Për herë të dytë. Për herë të dytë, po. Dhe madje kontrata që ata firmosën ishte milionëshe, ishte me një pasuri sa një nga shtëpitë e Xhelos. Okej, çfarë kemi tani në Korenë e Jugut, njerëzit futen në burg për të qenë të lirë. S'keni faj, ashtu është bërë dhe në Shqipëri tani. Më mirë atje ke ushqim të sigurt, nuk paguan as qera, as thuj, as drita, as këstin e kredis, as i gjë tjetër. Po varet se rahat je o borë. Varet e kush burg shkon. Varet e kush burg shkon, se ka, do të thënë, ka burgje dhe burgje. Varet qofse ke shok qelije të mirë, të cilët kanë pasur dikur një post të mirë dhe tani janë, le themi, njerëz shumë të zgjuar, me cilët ti mund të bësh dhe biseda të mira. Mund të mësosh ndonjë gjë në burg. Po, patjetër, janë njerëz me nivel, të cilët janë në burg për një arsye mbase të padrejta. Si mendoni se i trajtojnë këta njerëzit me nivel në burg? Kohët e fundit shumë mirë. E respektojnë të hierarkinë e jashtme, apo aty në burg më i fortë mbjeton? Shiko, nuk mendoj që është hierarkie e jashtme që respektohet pushteti më shumë. E pra, po pushtet në burg funksionon pushtet tjetër. Po varet me kë forcë politike mund të kesh qenë, për shembull. Po gjithsesi aty bën një lloj shoqërie, mendoj unë. Nuk mund të trajtohesh si gjithë tjerët. Ban fasulet, pilafin. Tani Korea e Jugut ka shumë interesante. Sushi, po. Si do jetojnë ata pas sushi, nuk e di, ju qoftë. Po kushtashe ata jetojnë? Krudo. Po, krudo. Lejojnë ushqimet në burg, vinë nga jashtë, nuk besoj se janë zëruar llogarit bankare jashtë. Po mirë, pak në kam familjarët. I vinë ushqimet nga jashtë, po krudoja duhet konsumuar në moment. Po në moment më ka usa restorante ka përballë burgjet. Po, e di funksionon një gjë të paktën me aq sa kemi parë dëgjuar, është që ai ushqimi kur ta sjellin, se merret edhe hapet komplet, preket me doreza sigurisht, po kontrollohet. Sushi hiqet, shmontohet. Shmontohet sushi. Deri njerë salmonin dhe fusin dhe njerë. Po, edhe fasulet e gjitha këto. Dhe hakështu si risotto pastaj sushi. E ha gjitha bashkë, dhe se kupton, thua po hëngra pilaf. Prekin dhe fasulet the? Komplet. Ka vëdisin me dorë? Patjetër. Bukur. Everything, se normale atje mund të kesh një qip, shumë kot. Jo, më ka lezet më që me këshu fasule. Të kontrolluar, më falë, ti tani e ketë pa kontrolluar ushqimin, për shumë në restorante, delti për shefin të, e ketë pa kontrolluar. Shkon burg e ketë kontrolluar. Ashtu. Pa, pra, meni më të mirë. Atere, është dhe kjo burgu në Korej, cili mund tjetë një sugjerim shumë i mirë, qofse doni të shpëtoni. Për politikanë shqiptarë. Pa, për qef. Edhe burri, sidomos burrin ndaj gruas në Korenë e Jugut, thot, dua të shpëtoj nga gruaja, thot dhe ikën në burg. Ua.
burg artificial. Po mirë, kjo është zgjedhje. Paguan për të qenë aty. Po, paguan. Po. Sepse thot, rregullat janë precize, pa telefon, pa ordore. Të gjithëve u jepen një paltuta blu, një tapet për yoga, një brik me çaj, një stilolaps dhe një blok shënimesh. Duhet t'jesh poeta? Të gjithë Të burgosurit flen në tokë. Qelia ka një banjo të vogël pa pasqyrë. Menuja ngrënjes përfshin patate të ëmbla në avull në drek, banane në dark, Kaq. duhet një banan për darkë, ha? ndërsa për mëngjes, kupa orisi. Oriz në mëngjes. Pa. Po. Hyjet thot vullnetarisht për t'i shpëtuar stresit, është krijuar në 2013 dhe quhet Burgu brenda meje. Më fal, unë me këto që dëgjova o stresova. Po. Jo më ata janë... Robit Apo që nga për bura. Ja, Është pra, për burra, i vjet pra. një telefon, një pasqyrë, të njëjnë veten. Bravo, bravo. Kur dalin s'do, kush jet nitet? Në zonën e Hongcheo dhe ka pritur deri tani rreth 2000 persona, thot, student dhe punëtor. Student dhe punëtor. Të vetë burgosurit thonë se ky burgu jep ndjesinë e lirisë që u mungon jashtë. Se më kush ja ka marrë lirin këtyre më? Gruaja më. Qyqe, po mirë më e lënë... Gruaja ka marrë Le t'i lirin. futen I në ka gra, thirr në gjakun një- e vet. Gruaja Shoh, është oazë lirie. Po. Ta si ja din vlerën, shkon atje në burg, hani Se pilaf. shkojnë prapë tek gratë atër. Gruaja është një oazë lirie. Fiksa i oazë në shkretirë, që Po. ti thua i gjeta dhe në momentin që hidhesh është një Shiko. vegim edhe bie në re. Ore, është më e thjeshtë se kaq, është shumë e thjeshtë se kaq. S'keni pse të arratisen, shkon në përburgje, në përgjëra. I jep një kosto të konsiderueshme grua, si thua ik me Bravo. lërë vetë mua të jetoj. Bravo. Dhe kjo është liria ime. Ik me shoqet zemër. Dhe hajde çift. I po s'ka rëndësi, hajde për të ardhur. Tani ju me ndoni vërtet se këta... Jo, është ti të kesh shtëpinë tënde. Për të shpëtuar vetë unë të bëj pushime ajo. Po tani Do jesh një lloj lirë. kostoje. Pse të paguash burgun, paguash institucionin. A do liri? A, është. Do liria. Nuk jam dakord. Atëherë ik në Kore dhe është. brenda. Ecim të tjerë. Jam dakord. Këto janë opsionet. Elon Musk sulmon vajzën transgjinore Vivian. Djali im ka vdekur. Ja përgjigja e saj. Tani me thënë të Se ka drejtën... shumë gjëra brenda me një thënë të titulli. drejtën, nuk do kishte shans në botë që unë të kuptoja që majtas ka qenë dikur djalë Vivian. Ai është ajo. Ajo ka qenë ai. A po, okay. E po mirë sa bëm lëmë tani. Okej, dhe ajo ka qenë ai është djali vajza e Elonit. E vajza tani. Po pra, Në vajza. djali vajza. Po. Djali vajza. Po nuk Dhe Eloni është kundër transformimit të Jo, saj. ai gjinore. e ka Ai e ka- mohuar. po. E ka mohuar si fëmijë. E ka bërë hasha. Shqip, unë i dija një qik më ndi hapur Jo, jo, ta ta jashtë. pyej, fal ti e ke pak. parë që është krau djathi Trump që... Trumpit. Po mirë më po. Gati. Tek fëmija jot, Po atë fëmija do jo. bësh pak. Fëmija tha, Po, në këtë rast. s'ta bën as Los Perëndia. Po. Edhe çfarë ka Po. ndodhur? Ajo tashmë ka reaguar Ajo, qenë, ndaj deklaratave të Trump, të babait. Të babait ishte një video e cila nuk është se ishte shumë e lezetshme dhe nuk e futa për ta Okej. transmetuar. Po, i Se dhe ishte një E kuptojmë. mënyrë se si ajo e kthente përgjigjen e saj Ndaj babait. shumë të lezetshme, domethënë. Qartë. Por ai ka thënë pra në Twitter, ai ka thënë që vetëm sepse fëmia thot diçka nuk do të thotë se është e vërtetë. Dhe ka thënë, djali im Xavier është i vdekur, u vra nga virusi mendor. Tani virusi mendor do të vdes. Virusi mendor, më pëlqen u vra nga virusi Pra ai mendor. thotë që virusi mendor i ka vrarë djalin dhe tani këta supozohet do vrasin këtë virus mendor në vazhdimsinë e tyre. Po pra, gjatë kjo drejtimit është Amerikës. misioni. Po, kjo është Po, misioni. sepse Po, ai si e do t'i quan bëj si këta një virus persona? mendor të Mua nuk më injektuar, pëlqejnë këto të vendime diktuar nga kaq- shoqëria. Ore, këta Ka që persona ekzistojnë radikale. tani, se çfarë do të thotë kjo tani? Po, patjetër, Si do t'ish pra. bësh ti? Do t'ish Si ndërrosh? mund ta mosh Kish fëmijën bërë, tënd? s'ke shanse Është që- tjetër gjë ti jesh kundër zgjedhjeve të tij, dhe është tjetër gjë ta mohosh. Po ai e ka Se duhet. mohuar totalisht.
Nga çdo gjë, nga çdo zgjedhje jetësi, nga çdo gjë. E di që më bën përshtypje për shembull, si mund ta bëj një prind këtë bashkë me Romina, them që duke menduar gjithë ciklin si ka jetuar kur ka qenë i vogël, kohën me të, periudhën. Fëmia jote, është gjaku yt. Të gjitha momentet dhe pastaj arrin një ditë që ajo bën zgjedhjet e saj në jetë, ndjehet dikush tjetër, le të themi kështu. Dhe ai thotë që nëse ti ndihesh dikush tjetër dhe jo fëmia që un kam lindur, është fëmia im, atëherë ti si automatikisht fëmia im. Këtu pastaj ka një lëngër që po do të jetë shumë për jetim. Po, patjetër, ndoshta është dhe momentale, po është pak patologjike kjo, sepse njerëzit e prindrit e mendojnë fëmijën si zgjatim të tyre, ndërkohë që duhet ta kuptojnë që është një individ komplet tjetër. Respektojnë zgjedhjet e tyre. Po, por nuk është kaq e lehtë sa do ta thuash vetëm me fjalë. Prandaj thash që duhet të jetë për jetim shumë i fortë kjo zgjedhje që ka bërë, se nuk është vetëm Elon Musk që ka bërë këtë lloj zgjedhje. Të mohosh fëmijën mua nuk më bën sens. Kjo është një gjë që i ka ndodhur shumë personave të njëjtës gjë, me të njëjtën histori, që kanë thënë që është e papranueshme për mua që të kem një fëmijë vajzë kur dikur ka qenë djalë edhe ana sjelltas. Duket që vajza nuk e vë fare në zjarr për atë çfarë po ndodh. Madje shumë e lumtur me zgjedhjet e saj, është një ndër imazhet e Vogue. Ka dalë nëpër kopertinat ndryshme. Prandaj thash ku e kam parë? Është një modele e cila është modele e njohur tashmë në botë, sidomos për sa i përket të gjithë transgender që janë në botë. Por ajo ka dhënë dhe një përgjigje, thjesht ka qenë duke kërcyer. Edhe ka treguar. Më tregoi, ka thënë po, dhe jemi në rregull. Domethënë ishte e lezetshme si video, po. Por që faleminderisht nuk e sollet, sepse... Ja, jemi në rregull, domethënë, po thjesht... Me idenë që ka njerëz që e ndjekin profilin, ose duan të hapin profilin, shikoni, sepse video ekziston të është. Se Vivian është shumë e lehtë për ta gjetur, ndërkohë Elon Musk tashmë vazhdon vetëm bën fëmijë, po ka hyrë te i 13-ti, te i 14-ti. Te i 14-ti më duket, po duket si një lloj, ai ndjen një lloj dështimi si prind. Dhe thotë që unë do gjej një lloj kompensimi për atë gjën që unë kam humbur. Ai po bën fëmijë gjatë gjithë kohës, bora, ai ka bërë fëmijë, sikur po bën vezë, ka të jetë. Vetëm vazhdon ai. Po mirë, më sikur po lodhet ai. S'ne vaj të tregoj procedurën. Po mirë, më mirë, po them ai vetëm sikur s'ka lek për t'i mbajtur. Jeni një partner e bën një fëmijë, po kështu s'do jetë afër 14 fëmijëve ai se do ta ketë të mundur. Pastaj mund të çedoj thua ti rrugës. Po normalisht që do të çedoj. Është qartë. Nuk është një baba i cili është klasiku që bën mbaroi punën në orën 5 do vinë në shtëpi. Po. Ai po mendon të kolonizojë njerëzit në Mars. Të shkojë në Mars. Ecim. S'ka fare. Ecim dhe në Mars. Ecim. Jo, ikim po donin. Çfarë është gjëja e parë që meshkujt shohin te gratë? Buzëqeshja, dhëmbët. Çfarë? Po. Shojnë dhe këtë. Për te forma dhe fizike. Shikojnë... Flokët. Flokët. Detaj i artikullit ishte që meshkujt, pjesa më e madhe prej tyre, pra shohin flokët, po do ja jap me përgjigje. Është shumë interesante. Një mashkull që nuk ka flokë të shikon nga flokët. Shumë interesante. Po. Se atë hallë, se është pika e tij e dobët ndoshta. Kur shef sa kaçurelat bukura, kështu çfarë thotë, pikën mene. Oh, kaçurelat bukura. 74% e burrave kanë pranuar se flokët janë tipari i jashtëm që tërheq më shumë vëmendjen. Pasuar nga rrobat 26%, këmbët 25% dhe grimi 4%. Dhe pastaj është një tipar tjetër që për mua është shumë i rëndësishëm nga ana fizike. Thuaje. Thuaje më se çfarë? Linja trupore, cila pjesë? Te linja trupore, po varet, janë të ndarë çunat. Dekolteja. 50-50. Jo, më jo, ndryshon si më duket. Një vajzë që punon në pjesën e pasme, më kupton? Po pse, ka njerëz që i kanë vetë, ka njerëz që i kanë vetë, pa që në palestër. 50% e çunave shohin vithet. 50% shohim pjesën e sipërme. Dekolteja. Po, bëjeni më 100% e të dyja, se është fakt. Po, unë po them 50-50. Jo, them të ndash masivitetin e çunave në dy gjysma. Disa fiksohen në një gjë, disa fiksohen në një gjë tjetër. Mirë, Gjan. Po, s'po i fus fare. Jo, se do të thëshë, mund të bëjnë kompromisin për të pasur vetëm njërën nga këto gjërat.
Po, pa tjetër. Ok. Po ku mbeti karakteri, ma? Po ku mbeti. Po ku mbeti shpirti? Mënyra e shprehjes, kultura, edukata, bagazhi. Mund të thuash qëndrimi, ajo që të transmeton herën e parë. Energjia. Unë ju shohën rrugë për shembull, për herë të parë. E çfarë del ty këtu me LED wall që jam S'ka lidhje LED wall. Jam goce mirë. Jo, s'ka lidhje jo, me atë. Thjesht qëndrimi, mënyra si ecën, prezenca. Mund të ta Një japë. njeri e shpreh në një farë Gjitha ndikojnë, po ti nuk e njeh se ke njerëz që kanë një prezencë fantastike dhe në brëndi. Ore, po mirë mos se ka... Shiko pak. Kështu që Ka njerëz që ta transmetojnë atë bukurinë, le të themi që ka. Po mos e pati të përvetësuar ajo nuk ta transmeton, nuk ta shfaq. ai qartë, po prapë se prapi ka shumë mirë. skuta shpirtërore tek të cilat mund të shkohet rrugës dhe ti e kupton Sa që keq është kjo orë që është, se mund të ishim shprehur më shumë, po nuk mundim Do ishim shprehur ballore fare. fare. Reklama njerëz, si mendoni? Do ikim. Kemi akoma. Po ikim, si doni. Ikim reklama. Jemi rikthyer dhe me një herë sy e vesh tek e preferuara jon të gjithë. Që. Ja ku jemi? Ja ta shohim. Shohim që zgatuar sot nga shefi. Hajde. Le ta shohim. Më prekin, më përdorin, më nxehin, I duhem. Hekuri. 9. More hekuri që e kuros. Nervat, pra. Ja. Ja. Mund të kesh të drejt deri diku, por nuk është. A, një tjetër, sinonimi asaj. Soba. Sinonimi hekurit. Po, soba është. Op, hop, Ja. jalla. Opa, jalla. S'ka tjetër tani. Tiki, dopa. Nuk ka tjetër. Hajde, dinomina. Gjë shpejt një shpejt. S'kam tjetër, që që në. E po I duhet kohë. Thuaj të tjetrën. Më duhet pak Ke kohë. njerën ti që e ke lënë kështu, më vete. Kam njërën që e kam lënë me vete. Do t'i këtë mirë. Po pastaj do të bëjmë atë tjetërën. Po ashtë di unë shmere mu me punën tënde. Ti e di punën tënde cila është. Mirë, mirë. Po mirë, mund të bëjmë tekstin neve dhe gjej tjetërën unë, e kupton? Ta shkoj te e veta. Gjejmë tjetërën, doni të bëjmë atë tjetërën? Këtë doni ju? Këtë dush tani, vetani për këtë dush. Zire. Pra këtë do të bëj, do të bëj atë tjetër. O, tragoca, kujt I bie vjeta. Nëse e ke, hajde, e flasim. Nëse e kam, jo se kam. E po s'ka lëmë për pak. Teksti, kash, me thjesht. Ti kam bërë një tekst për Rominën sot. Hajde. Ta shohim. Ta shohim tekstin e rejt. Okej. Welcome to my world, yes. House music, absolute. Me që ma kishte kërkuar Romina prej kohës. Tash më këtë tekstin. Edhe thash, mos ja plotësoj një herë Rominën sot. Absolut. House music direkt, do kënaqemi kur. Fire! Boom! Zjarr. Fire! Zjarr. Oh! 10 milion. 10 milion shqiptarët janë. Absolut. Kjo pra, kjo është jeta. Welcome to my world. I love you, God. Big Albania. Absolut. Number 1. Jau! Kërkush s'ma ka thanë, puna marë, deri sot. Absolut. Oke. Welcome to my world, yeah. The house music. Absolute. Absolute. Jemi në rregull. Brillant, interpretim brillant. Interpretimi, po. Po, shumë bukur, se Kënga muzikën shumë. në gjuar ti?
Ky është alamet teksti, 10 milion shqiptar. Absolut. Absolut. Mos e thuaj anglisht, se thot absolut. 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 Ja e dëgjojmë Vali Corleone. Absolut. Godita. Valentina jon. Enim. E të mërshme, seriozisht. Mua më pëlqen shumë. Edhe mua. Është house Që music. tani që e dëgjova, domethënë që i hyra hulumtimit për të hyrë në rol, më pëlqen tash. Do vi me një tribal këtej një qafë. E do ta çoj deri te Siri. Kjo, te Siri. Te Siri. Hey Siri! Ndërkohë, gjithë baballarët shqiptar kur kërcejnë kështu në përdasme. Okej. Nëse e ke atë gjëgjësën? Po ja pra, vazhdoni. Apo të vazhdojmë të bëjmë prezant. Vazhdoni tregoni të vërtetat për jetën. Të vërtet tregojmë, është një vërtet e hidhur, e përjetuar nga shumë njerëz, me sa duket, dhe bëhet fjalë për herpesi, i cili edhe shfaqet, edhe nuk shfaqet. Edhe në fakt, për këtë do të flasim me doktoresh dermatologen Violeta Dajci dhe me mjeken okuliste Martina Çobo, të cilat na thonë që pasojat e këtij virusi herpes janë edhe neurologjike, edhe dermatologjike, gjithashtu rrezikojnë edhe jetën, rrezikojnë edhe madje kanë nxjerrë Martina një video që një fëmijë ka humbur syrin nga puthja me herpes e dikuj, do më thënë ka një lloj rreziku shumë të lartë të herpesit. Mjekët thonë që ka raste që ai nuk shfaqet dhe temperatura dhe herpesi është brenda organeve të trupit, dhe ka raste masive që del në pjesën e buzëve, aty ku kontakti është i menjëhershëm dhe reagimet me sa duket. Dhe keni vënë re, besoj që del herpesi dhe do një muaj të përthahet, të jetë aty, të dali po aty në të njëjtin vend, dhe çfarë do të thotë kjo? Si mjekohet, si mund ta kurojmë? Kujdesi që duhet tregojmë, kujdesi mbi të gjitha tek foshnja, tek fëmijët e vegjël, kur ti ke një herpes të tillë, thuhet që nuk duhet absolutisht ti afrohesh dhe jo më pastaj ta puthësh e të kesh kontakt. Që kështu do kemi parasysh shumë informacione ditën e sotme nga të dyja doktoreshat vetëm pas pak. Okej. Më pas, do të kemi muzikë. Vjen në studio Fjoral Bdedja, cili është këngëtar, dhe Renis Zenati, cili është kitarist dhe do të shoqëroj Fjoralbin, teksa do të këndojnë muzikë greke, por edhe ato popullore të lehtë shqiptare. Fjoralbi është dursak, thash, fokusin e ka në muzikën popullore dhe atë greke, kryesisht greke, flet për angazhimin në muzikën live, jetën e natës, por edhe studimet, fillimet e tij, sepse studimet fillestare i ka pasur për filharmonik. Interesant, shumë interesant. Dashim tepër që do të kemi muzikë live më në fund o zot, nuk e besoj dot. Edhe interesante është edhe gjëgjës e re. Hajde një herë, ta gjejmë dhe këtë. Po, fix. Hajde, Romina. Bravo, Romina. Hajde. Ajo na duhet tani. Absolut. Okej. Shfaqem, mbuloj, pa formë, shoh, edhe nuk shoh. Mjegulla. Bravo. E gjeti? Hajde, Po sigurisht që do ta gjeja. Bravo. Sigurisht që do ta gjeja. Dhe gjejmë të tretën tani. Po. Të duhet kohë tani? Duhet dhe pak kohë tani. Çan këto kaq lehta më. Atë gjëgjësën kismet nga fundi. E sistemojmë gjëgjës, nuk është problem, por rëndësi ka që mos na i gjej marr miku popullit. Zën, trego vetë. Zëri popullit. Se ja dhe Ekspresi po shpreh pak kënaqësi. Daj teje. Jemi rikthyer. Sa bukur, ja. Si vim në kështu? Jemi këndshëm. Jemi mirë. Ja drejtohemi tani se ishim për qef. Dhe s'ka se si të niset java dhe të mos jetë ajo pjesë e emisionit në një farë mënyre, pra, le të themi kështu. Patjetër. Një farë mënyre. Nëse jo fizikisht, nëse jo në Skype, marrim masat neve. ajo është gjithmonë. Ajo do jetë, po. Po, dhe do të na flasi për, sigurisht, për horoskopin javor, për gjitha shenjat, për ascendentet, për kush e ka mirë javën, kush nuk e ka mirë javën, po si bje, java e dytë e prillit, po, java e dytë. Po, në ka 7 sot, po. Paka shumë. Java e dytë. Prilli e ka hapë si parë. është hapë perdja. Është periudha jonë të një dashve. Ne, periudha një jonë. kope e desh. Ja, na afrojnë ditët tona. Një në ditët e tuat? Ditët e mija tani në prillën. Ja pun ditët, kanë ditë e mija, janë ditë
Janë ditë hallësh. Zhduku ato ditë, zhduku. Kërkojnë gjithë në telefon, kur do na japësh këtë, do na japësh atë, do na nxjerrësh për dreke, për të. Po shumë një vit. Po ti ishe njoftimi nga Facebooku më bërë? Kush të lë kështu, qartu ati. Mjafton ta di vetëm një. Mjafton ta di vetëm Bora Shahini dhe mbaron çdo gjë, domethënë aty është kapitulli mbyllur. Po pse më? Okej, se u duk kështu si kjo. Jo, është kapitulli mbyllur për mirë gjithmonë. Nuk ka gjë. Me stafin do dalë, pastaj me të tjerët. Të dëgjojmë Denisën më mirë sa të dëgjojmë Denisën. Se sa të dëgjosh mua. Përqeve Bora. Bora e kem... Jo që qahet, shu që thua po kështu e bashtu. Denisa të lutem. E po nuk jam kështu e pa edukat. Si e pa edukat, ja po ja them unë vete, se mbylla më mirë se flas gabim. E shëshur, Denisa merë linjën, Denisa. Hajde. Ndikim Denisa e kemi pas pak në studio. Jemi në hapësirën e preferuar të gjithë teleshikuesve tanë tek horoskopi dhe Denisa sot do na flasë për parashikimin e javës, si do të jetë kjo javë. Denisa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flasim për parashikimin e javës, në një mënyrë të përgjithshme njëherë si do jetë kjo javë për gjitha shenjat. Po, në radhë të parë faleminderit për ftesën si gjithmonë dhe është kënaqësi që sot jam me ty. Kënaqësi do për mua. Atëherë, kjo javë ndryshe nga java e kaluar ka shumë ndikime. Është një javë e cila do të kemi ndryshime të shumta. Në radhë të parë Mërkuri më së fundi do mërë retrogradët. Jemi shumë të lumtur, po. Kjo do të ndodhi nesër. Dje ndaloj, ndërkohë që nesër do të fillojë lëvizjen e ditë drejtë. Në këtë rast do të thotë që ne do të jemi më të aftë për të perceptuar mirë situatën, normalisht logjikun do të përdorim shumë më tepër. Fantazia për fat të mirë do të vazhdojë që të jetë e zhvilluar, sepse do të vazhdojë që të jetë tek shenja peshqve edhe për një periudhë tjetër. Ndërkohë që drejt fundjavës do të kemi ose më themi ditën e diel edhe Venusi do të ndalojë përsëri përpara lëvizjes së ditë drejtë. Pra edhe retrograd e Venusi do të mbarojë javën tjetër ditën e martë. Ndërkohë që kemi edhe një ndikim tjetër shumë të rëndësishëm, edhe ky do të jetë javën tjetër, do të flasim më gjerë për të edhe javën që vjen, është edhe hëna e plot tek shenja e peshores. Pra është një javë goxha e ngjeshur dhe ndikimet e këtyre që sapo përmenda do t'i fillojmë që t'i ndjejmë në mënyrë vërtet të fuqishme që gjithë kësaj jave. Është një javë në ndikime pozitive, siç e përmenda, edhe pse do të kemi ndryshime të shumta. Këto në përgjithësi, në qoftë se arrim që t'i bëjmë ballë ose më themi në qoftë se marrim masa, në qoftë se jemi të kujdesshëm, atëherë do të kemi një javë vërtet shumë pozitive. Nisim me parashikimin për çdo shenjë? Patjetër. Dashi. Atëherë, Dashi këtë javë është në ndikime pozitive. Një pjesa më e rëndësishme është që do të jenë më të aftë për të artikuluar mendimet e tyre, ndryshe nga çfarë ishin javën e kaluar, po, duke qenë se edhe përmendë që do të bëjmë shënime. Këtë javë është një javë në të cilën shënimet që morëm javën e kaluar do të mund t'i përdorim, do të kemi oportunitete të shumta. Këto oportunitete më tepër do të dalin në lidhje me rritjen e tyre si individ, duke qenë se mund të kemë perceptuar edhe persona problematik që ekzistojnë në jetën e tyre, në të njëjtën kohë mund të kemë marrë dhe oferta në lidhje me zhvillimin e tyre profesional. Kjo është edhe arsye që gjatë kësaj jave do të kemi një zhvillim shumë të madh. Pra që si gjithmonë, nëse kemi mbajtur shënime javën e kaluar. Gjithsesi nga anët e tjera, që është një ndikim vërtet shumë pozitiv, do të kemi një rregullim të dukshëm në marrëdhëniet personale. Kjo sidomos është e vlefshme për marrëdhëniet të cilat janë afatgjata, nëse kemi pasur probleme brenda martesave, këtu do të rregullohen. Për ata të cilët nuk janë në një lidhje afatgjat, ajo çfarë do të rregullohet është perceptimi që ne kemi për jetën dhe për këtë lidhje. Pra mund të fillojmë diçka më të shëndetshme. Gjithmonë pas retrogradës së Venusit që është javën tjetër. Këtë javë vazhdojmë që të vërtetojmë më tepër në lidhje me çështjet e zemrës, por është një javë vërtet shumë pozitive në lidhje me këtë pikë. Ndërkohë që për shenjën e Demit. Atëherë, edhe për Demin jemi futur tashmë në një fazë më pozitive, është pak më le të themi që është një fazë ku nuk po lodhen aq shumë sa më përpara, duke qenë se drejtuesi i tyre është tek shenja e peshqve, edhe pse në retrograd, kjo domethënë që ndihen mirë. Kemi disa ndikime pozitive për sa i përket jetës së tyre sociale, këtu mund të kemi zhvillim shumë të madh, dhe mbi të gjitha do ose më themi, këshilla ime në këtë pikë do të ishte, duke qenë se mund të kemi një fluks shumë të madh të hyrjes së personave, si nga shkuara poshtë dhe njohje të reja, këshilla ime do të ishte që të jemi pak më përzgjedhës pikërisht në këtë pikë, pra në lidhje me jetën tonë sociale, me shoqërinë tonë, sepse mund të jemi edhe pak të hapur. Për shenjën e Demit, ndaj manipulimeve që bëjmë vetes tonë, mund të duam të shikojmë një njeri pak më të mirë se çfarë është në këtë rast, dhe kjo mund të shkaktojë probleme automatikisht. Gjithsesi, fokusimi tek ana materiale gjatë kësaj jave do të na bëjë vërtet shumë mirë, sepse mund të kemi dhe
arritje të shumta, realizimin e potencialit ton. Përsa i përket kësaj teme, pra pikërisht anës materiale, mund të kemi fitime, zhvillimet në karrierë janë aktualisht për shembull e demit një konstante, më duhet të them. Dhe kjo është edhe gjë që për mendimin tim demave do t'ju pëlqente edhe më tepër. Ecim tek binjakët. Patjetër. Atëherë, mbarimi retrogradës së Mërkurit i bën më mirë se të gjitha shenjave të tjera binjakëve. Kjo do më thonë një lajm vërtet shumë i mirë për ta, mbarimi retrogradës së Mërkurit, edhe pse do të vazhdoj që të ndodhet tek shenja peshqve, në këtë rast për ta do më thonë një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për sa i përket karrierës së tyre, zhvillimit të tyre në shoqëri. Duhet të them që do të shkëlqejnë në këtë pikë, sidomos me mbështetjen edhe të shoqërisë së tyre, të miqve të tyre në disa raste, dhe sidomos me mbështetjen e grupimeve shoqërore. Ndërkohë që kemi edhe temat vërtet shumë të rëndësishme gjatë kësaj jave, që janë temat e zemrës, do të jenë aktive për gjitha shenjat, po për shenjën e binjakëve është një nga temat vërtet më të rëndësishme. Jo vetëm që do të ndjen mirë dhe të vlerësuar si në marrëdhëniet aktuale, por mund të kenë edhe mundësi për të njohur me persona të rinj, për fillime të reja dhe mbi të gjitha. Kjo do të kemi një begati për shenjën e binjakëve gjatë gjithë kësaj jave, do të këshilloj vërtet që ta përdorim pra. Okej, gaforja. Gaforja, jemi në fazën e rritjes të hënës. Kemi shumë ndikime tek shenjat e ujit dhe mbi të gjitha edhe Venusi ka një kënd pozitiv me Marsin që vazhdojnë të ndodhet tek shenjat e tyre. Kjo për gaforën do më thënë një ndikim shumë të madh pozitiv. Jemi në një energji që po rritet, edhe të gjitha ato mbeturina që mund na kenë ngelur të energjive negative prej 3 javëve të kaluara nga hëna e plot, do të më të them që tashmë janë në mbyllje. Dhe pospastrohen pothuajse komplet. Kjo është një javë që shenja gaforës do të jetë vërtet në rritje konstante. Rritja më e madhe do të jetë në lidhje me karrierën e tyre, është një javë në të cilën të gjitha shenjat faktikisht mund të kenë rritje në karrierë, por për shenjën e gaforës do të duhet të them që do të shkëlqejnë, mund të marrin propozime të shumta, shumë pozitive, të cilat vërtet do t'i këshilloj që t'i marrin parasysh. Investimet normalisht nga ana materiale do t'i këshilloj javën tjetër, por këtë javë mund të vërtetojmë më mirë se si do të zhvillohemi, se si do të ecim përpara, cila është rruga që duhet të ndjekim, dhe për mbi të gjitha do të kemi edhe një ndim shumë të madhe, si nga studimet që kemi bërë deri tani, pra nga trajnimet të shumta që kemi bërë dhe nga zgjerimi jon personal. Pra ka qenë një periudhë vërtet që e ka rritur shenjën e gaforës dhe këtë javë do të fillojmë që të marrim rezultatet të kësaj pune që kemi bërë. Deri tani gjërat mira për gjitha shenjat, vazhdojmë me Luanin. Shpresojmë kështu. Po, edhe për Luanin vazhdojmë të jemi pozitiv, duke qenë se dielli ndodhet tek shenja e Dashit. Dhe mbi të gjitha, gjatë kësaj jave, duke qenë se do të kemi edhe një kënd pozitiv me Jupiterin, që diellit me Jupiterin, pra për shenjën e Luanit, domethënë vërtet një hap gjigant drejt realizimit të ëndrave të tyre. Kjo është një nga javët më pozitive të muajit prill për shenjën e Luanit. Kemi një rritje shumë të madhe në energji, do të duan të udhëtojnë shumë. Mbi të gjitha do t'ju këshilloj. Mbarimi retrogradës së Mërkurit dhe të Venusit që do të vijë javën tjetër është një ndikim vërtet shumë pozitiv për këtë shenjë, sepse tashmë do të fillojë që të përdor potencialin e tij. Kemi një rritje edhe për ta në karrierë, por kjo është pak më e ngadaltë, graduale. Pika më e rëndësishme do të ishte që jam më të përgjegjshëm dhe di se si të veproj. Kjo përgjegjësi ju vjen sidomos nga ana e bashkëpunimeve, këtu është pika ku mund të kemi më tepër fitime nga ana natyre materiale ose zhvillime edhe në karrierë. Ndërkohë që për çështjet sentimentale, për fat të mirë, po e nënvizoj, duke qenë se këtë javë edhe Plutoni që ndodhet përballë me ta, do të filloj që të ketë një ndikim më tepër pozitiv. Pra do të ndash hapi nga sheqeri, ndërkohë që këtë javë ai sheqeri vërtet që të fillojnë ta shijojnë, le të themi shenjë Luanit. Kalojmë te Virgjëresha. Po ishte përshkë. Atëherë bukur e the për Luanin. Po. Për Virgjëreshën jemi edhe për të, ndryshe nga shenjat e tjera, mund të jetë një javë që mund të ndjen pak më të lodhur. Kjo nuk do të thonë se është negative, thjesht do të ndjen shumë të lodhur sepse do të kenë shumë ndikime gjatë gjithë kësaj jave. Drejtuesi i tyre që është Mërkuri mbaroi retrogradën ose më themi do të mbarojë nesër dhe kjo për ta do të thonë ndryshime shumë të mëdha për sa i përket karrierës së tyre dhe marrëdhënieve të tyre në çift. Sidomos
këto janë të vlefshme për sa i përket edhe partneriteteve në jetën e tyre profesionale ose në lidhje me biznesin. Ky do të kenë një ndikim vërtet shumë i madh sepse do të dalë në skenë të gjitha marrëveshjet të cilat mund të kenë qenë pak problematike ose mund të kenë pasur mungesa ose probleme në firmosin e tyre gjatë gjithë kësaj periudhe të retrogradës dhe do të jetë javën të cilën do të duhet të rregullojnë, do të sistemojnë pra jetën e tyre në këto pikpamje. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për çështje sentimentale, do të jenë më të aftë për të perceptuar personin përballë. Do të jenë më empatik dhe nuk do të mbyten tashmë në detaje të panevojshme, prandaj dhe do të jetë shumë e lotshme sepse do të duhen të rregullojnë pak a shumë gjitha problemet që mund të kenë kaluar gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, rezultatet do të jenë vërtet shumë pozitive sepse jemi në një javë pozitive. E vetmja gjë që do të këshilloj që të jenë të kujdesshëm që një birgjësh do të jetë shëndeti i tyre sepse është konstant. Mbi të gjitha, duke qenë se do të kemi edhe një takim midis diellit midis diellit edhe Shironit që do të vijë javës tjetër, po do të fillojmë që ta ndiejmë drejt fundjavës. Kjo përshëndetje vergjeshës do të jetë një nga shenjat më të prekur nga kjo dhe do t'i këshilloj që të jenë të fokusuar pikërisht tek shëndeti i tyre, sidomos nëse kemi probleme dhimbje koke ose migrene të tjera. Këto janë gjëra që mund të dalin pak më tepër në skenë drejt fundjavës, prandaj nëse e dini këtë është kronike, po duhet marrë masa me këtë, të tregojmë më të kujdesshëm. Kujdesshëm. Tani jemi te peshorja. Për peshorin kemi një hënë të plot, siç e përmenda tek shenja e peshores. Lajmi më i mirë është për shenja e peshores sepse do të jetë në një yll fiks që është shumë pozitiv. Mbi të gjitha, do të jetë në një kënd pozitiv me Jupiterin. Kjo do të thotë që gjatë gjithë javës shenja e peshores do të vazhdojë që të jetë në rritje konstante dhe shumë pozitive mbi të gjitha. Pika më e rëndësishme e kësaj do të jetë në lidhje me karrierën e tyre. Kjo është një javë vërtet që do të avancojmë shumë në karrierë. Të gjitha shenjat, por shenja e peshores do të ketë një rritje vërtet shumë të madhe. Kjo ndodh jo vetëm sepse do të jetë hëna e plot, që do të fillojmë që ta ndijmë më tepër javën që vjen, por edhe këtë javë, siç e përmenda, por është edhe sepse do të kemi një kënd pozitiv midis Venusit edhe Marsit. Kjo do më thonë që edhe nga ana sentimental do të ndihem vërtet shumë mirë. E njëjta gjë mund të kemi bashkëpunime të shumta ose ndihmë të madhe si nga partnerët, por ashtu edhe nga personat të cilët do ta kalojmë tepër kohën, të cilët do t'i ndihmojnë ata për të zhvilluar në karrierë, pikërisht në karrierën e tyre, do të materializojnë shumë. Pra të gjitha qëllimet e tyre do të fillojnë që t'i kthejnë ato në anë materiale, në para, pra në këtë rast, dhe kjo do më thonë dhe një rritje shumë e madhe në mirëqenie. Peshorja, kalojmë te Akrepi. Për Akrepin jemi në një fazë rritje. Gjithë prielli do të jetë për Akrepin një fazë rritje, vërtet shumë e madhe. Akrepi gjithmonë kështu është. Jo, nuk është shumë. Vitin e kaluar ka qenë në një fazë problematike, goxha, në fund viti, por tashmë e ka kaluar, sidomos me mbarimin e retrogradës së Marsit, kjo është një ndikim pozitiv. Akrepi është një shenjë e cila vërtet shkëlqen në mes të sfidave. Kjo është edhe arsye që kur kemi shumë sfida në skenë, faktikisht gjatë asaj periudhe pse mund të kemi shumë të sfiduar, i ka detyruar universi, sistemi që të rriteshin dhe pikërisht rezultatet e asaj pune që bën atëherë po i marrin tani. Kemi shumë ndikime tek shenjat e ujit, Marsi ndodhet tek shenja e Gafores, ndërkohë që Merkuri edhe Venusi kemi dhe në veriore tek shenja e Peshqve. Dhe kjo për shenja e Akrepit do të thonë një rritje konstante, normalisht nëse jemi të përgjegjshëm për ose bëjmë përgjegjësi për gjitha problemet që ne shkaktojmë ose për punën që duhet të bëjmë. Për shenja e Akrepit kjo javë është një javë në të cilën do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh për çështjet e zemrës. Është një javë në të cilën do të fillojmë që të kemi shërime në lidhje me këtë pikë. Edhe kjo ka qenë një temë që ka qenë e prekur gjatë gjithë edhe javëve të kaluara, por këtë javë do të fillojmë që të shikojmë rezultatet e vërteta. Do të jemi më të aftë për të perceptuar se cilë person do të marrim në jetën tonë. Kjo përveç kësaj, më mirë të themi, do të kemi edhe një ndikim vërtet shumë të madh për në lidhje me kreativitetin e tyre. Pra do të jenë shumë më tepër kreativ, do të dinë se si të krijojnë diçka, të mund të hedhin hapat e parë në krijimin edhe të biznesit të tyre, po ashtu edhe në lidhje të reja, po ashtu edhe për të rregulluar marrëdhëniet e tyre, si personale, po ashtu edhe profesionale. Pika që do t'i këshilloj edhe shenjës së Akrepit që të jemi të kujdesshëm do të jetë pikërisht shëndeti. Ktu është shëndeti i përgjithshëm për shenjën e Akrepit, sepse do të kemi disa vendosje të vështira pikërisht në këtë pikë. Prandaj, sidomos në lidhje me sëmundjet kronike dhe ato të lëkurës, për Akrepin do të këshilloj që të jenë të vëmendshëm. Kujdesshëm. Tani jemi te Shigjetari. Shigjetari është një tjetër shenjë zjarri.
dhe duke qenë se dielli ndodhet tek shenja e dashjes, që është një tjetër shenjë zjarri, kjo domethënë një ndikim pozitiv. Pak më përpara dhe përmenda që Jupiteri do të jetë në kënd pozitiv edhe me hënë plot që do të ndodhë. Duke qenë se Jupiteri është drejtuesi i tyre, domethënë që edhe shenja shigjetare do të jetë në një ndikim shumë të madh pozitiv. Ky pozitivitet më tepër do të vijë në lidhje me marrëdhënien në çift. Do të kemi fillime të reja. Këtu nuk do më thënë që vetëm ata që nuk janë në lidhje do të fillojnë diçka, fillim i ri dhe për ata që janë në marrëdhënie, fillimi i një epoke të re shumë më të shëndetshme. Pra i bazuar në diçka që është e vlefshme për të dyja palët, nuk është e vlefshme vetëm për anën sentimentale, dhe pse kjo do të jetë fokusi më i madh, po është edhe vlefshme edhe për anën e biznesit, për partneritetet pra që kemi në lidhje me të ardhurat materiale. Do të kemi një zhvillim shumë të madh edhe për këta në lidhje me botë kuptimin që ata kanë. Do të kemi një zgjerim vërtet shumë të madh në këtë pikë. Po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me realizimin e ëndrave dhe qëllimeve të tyre, kur do të kemi një zgjerim shumë të madh në lidhje me shoqërinë, në jetën e tyre sociale. Dhe më së fundi shenja e shigjetarit është në fazën ku mund të fillojë që të udhëtojë. Nuk do të ketë më pengesa, që është edhe lajmi më i mirë për mendimin tim për shenjën e shigjetarit. Kalojmë te Vricjapi. Për Vricjapin, kemi shumë ndikime tek shenjat e ujit, siç e përmenda edhe më përpara, dhe kjo për Vricjapin domethënë një ndikim pozitiv. Gjatë kësaj jave fokusimi më i madh për ta do të jetë pikërisht komunikimi i duhur. Në qoftë se kemi pasur probleme ose vonesa në lidhje me komunikimin, i cili mund të ketë ndikuar automatikisht dhe në të ardhurat e tyre materiale, po në krijimin e stabiliteti, gjatë kësaj jave do të fillojmë që të kemi një rregullim të dukshëm në këtë pikë. Ata do të jenë më të aftë për të artikuluar veten, mendimet e tyre, ndjenjat e tyre, gjë që do të kenë një ndikim vërtet shumë pozitiv edhe në marrëdhëniet e tyre në çift. Duke qenë se Venusi dhe Marsi janë në kënd pozitiv, kjo do të kenë një ndër ndikim më pozitive të gjitha shenjat e tjera në marrëdhëniet në çift, në jetën e tyre sentimentale, do të jenë më romantik edhe në shprehi edhe në veprimet e tyre. Kjo automatikisht do të rregullojë dhe marrëdhëniet që kanë brenda shtëpisë, pra me familjen e tyre, ku do të duhet të them që ose kemi pasur probleme në anën fizike, pra në vendin ku jetojmë, në shtëpinë ku jetojmë, gjatë kësaj jave do të fillojmë që të gjejmë zgjidhjen pikërisht në këtë pikë. Është një javë pozitive edhe në lidhje me marrjen e kredive, pra nëse kemi piketuar një shtëpi, kjo është java pikërisht mund të veprojmë. Jemi të dy shenjat e fundit, ujori dhe peshqit. Kalim te ujori. Patjetër. Atëherë për ujorin jemi në faza, le të themi, aktualisht vërtet shumë pozitive. Por kemi edhe një Pluton që është i vendosur tek shenja e tyre. Sado që nuk është se ka ndikim negativ, nuk do më thënë, ose më themi, nuk e ndryshon faktin që ky është planeti i vdekjes dhe i rilindjes. Pra, çdo gjë që është toksike në jetën e tyre merr fund. Kemi fatin e madh që Jupiteri ndodhet tek shtëpia e tyre 5, që është pikë shtëpia e fatit, dhe mbi të gjitha drejt fundjavës do të fillojmë që ta ndjejmë edhe më tepër, por edhe tani do të kemi një kënd pozitiv me hënën e plotë që do të ndodhi. Pra, aktualisht kemi edhe një kënd pozitiv të Jupiterit me diellin, dhe kjo për shenjën e ujorit domethënë një ndikim shumë të madh pozitiv. Kanë një energji të lartë. Në të njëjtën kohë kanë një mënyrë komunikimi vërtet shumë efektiv. Nga ana tjetër do të kemi edhe zhvillime shumë të mëdha për sa i përket jetës së tyre profesionale dhe sociale. Jeta sociale për shenjën e ujorit është një ndër ndikimet më të mëdha, dhe kjo do të ndihmojë ata për të rritur edhe vetë si individ, dhe po ashtu edhe për të shtuar mirëqenien e tyre, sepse do të përkthehet pikërisht në anën e tyre materiale. Do të marrë një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, nga personat që i rrethojnë në përgjithësi. Për sa i përket zhvillimeve që kanë brenda shtëpisë, duke qenë se vazhdojmë që të kemi një kënd pozitiv me të themi midis Saturnit dhe Uranit, që është drejtuesi i tyre, janë më të përgjegjshëm në lidhje me marrëdhëniet që kanë me shtëpinë e tyre, banesën e tyre, po ashtu edhe në lidhje me familjarët e tyre, dhe kjo do të ketë një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv gjatë gjithë javës. Ja, pozitive për ujor. Kalojmë te peshqit. Kemi arritur tek shenja e fundit, atëherë vendosja e diellit tek shenja e dashit dhe mbi të gjitha hëna e plotë që po na pret, për shenjën e peshqeve domethënë ndikime në anën e tyre materiale. Këto ndikime në përgjithësi janë pozitive, sepse e themi gjithmonë varet nga harta, por në përgjithësi jemi në ndikime pozitive, siç e përmenda për gjitha shenjat. Do të fillojmë që të vëmë re për shenjën e peshqeve se cilat janë personat të cilët ata duhet të bashkëpunojnë në lidhje me rritjen e mirëqenies së tyre, me të ardhurat e tyre. Kjo është edhe pika fokusimi më i madh të themi. Shenja e peshqve është shumë e përgjegjshme gjatë kësaj periudhe. Do të mbarojë retrograda e Mërkurit, që është tek shenja e tyre, dhe kjo indikon më tepër pozitivisht
edhe ata, sepse do të jemë të aftë edhe këta për të artikuluar mendimet e tyre, ose më të themi për të aplikuar mendimet e tyre. Kjo është edhe një nga pikat kryesore, pikërisht për shenjën e peshëve. Do të kemi zhvillime shumë të mëdha në lidhje me marrëdhëniet që ka me familjarët e tyre, dhe këtu mund të marrim edhe lajme shumë të mira. Kjo do të jetë më tepër drejt fundjavës. Mund të kemi rikthime të personave nga jashtë shtetit ose bashkimin e familjes për ata që kanë periudha të gjata që nuk janë takuar. Është në ndikime sentimentale, më do të them, pozitive normalisht, por që do të jetë në ndikime sentimentale dhe në fund të javës mund të ndihen dhe pak të lodhur për këtë arsye. Tani, cilat janë shenjat që të shkëlqejnë këtë javë? Si që përmenda pak përpara, nuk është se mund të vegjishten tek njëra, por shenja e peshores, shenja e peshores vërtet që do shkëlqej mbi të gjitha, duke qenë se jemi në një fazë rritje. Shenja e gafores do të jetë vërtet në një javë vërtet shumë fantastike. Po ato shenja që e kanë punën pak më keq. Do të kenë pak më kujdes. Shenjat që kanë pak më tepër kujdes, siç e përmendë, është shenja e akrepit dhe e virgjeshit, sepse duhet të kujdesem në lidhje me shëndetin. Për mua shëndeti është numër 1, 2, 3, 4, sa mi të tjerat. Faleminderit shumë Denisa. Faleminderit juve. Jemi rikthyer, jemi në studio, tani do të kemi mundësinë të bëjmë bisedë me 2 mjeke fantastike, në fakt që na japin super informacione për virusin e herpesit. Kush në jetë nuk e ka provuar që të ketë një herpes në buzë qoftë, që është më klasike me sa duket. Që shumë ne do të jetë në një lidhje me Skype Violeta Dajçi, dermatologe, dhe Martina Çobe, që është mjeke okuliste. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Atëherë nisim me doktoresh Violetën. Do donim të dinim se çfarë është virusi herpes dhe është e vërtetë që masivisht del në buzë? Virusi herpes zosterit dhe herpes simplex janë të ndryshëm. Herpes simplex është ai më i shpeshti dhe që del në buzë, kap nerva dhe zona të vogla të nervave dhe duke qenë një virus, ka dhe veti ngjitse ose kontagioze, pra përhapet me anë të kontaktit. Edhe pse përhapet më shpesh ose pse takohet më shpesh në pjesën e buzëve, është kryesisht për arsye të përhapjes që bën ky virus nga kontakti, sidomos me anë të puthjes. Qoftë duke puthur partnerin, fëmijën, të afërmin, e ngjisim pa dashje këtë lloj virusi. Sa i rrezikshëm është, doktoresha? Sa i rrezikshëm? Dhe sa zgjat në kohë, apo varet nga inflamacioni? I rrezikshëm nuk është në një virus i rrezikshëm, në fakt është një virus komun, i zakonshëm, që haset shpesh do me thënë, por nuk përbën të një rrezik. Duke qenë se përsëritet, bëhet pak, le të themi, i bezdisshëm, sepse duke u përsëritur gjithmonë në të njëjtin vend, dhe unë do ta shpjegoj pak më pas pse ndodh në të njëjtin vend, bëhet pak i bezdisshëm, i dhimbshëm, nganjëherë mund të lësh shenja, por që nuk është i rrezikshëm, nuk është virus i rrezikshëm. Duhet të ruhemi nga pjesa e prekjes. Duhet të ruhemi nga pjesa e prekjes, si mos ta prekim gjatë gjithë kohës, mos ta ngacmojmë pra. Do ishte shumë mirë mos ta prekim, por do ishte shumë mirë të mos takojmë ose përqafojmë njerëz kur kemi këtë lloj shfaqje në dikun në një zonë posaçërisht. A është temperatura lartë gjithmonë ajo që shkakton një herpes? Jo, nuk do të thotë gjë për temperaturën e lartë. Herpesi merret me anë të kontaktit, vendoset në një nerv të caktuar dhe në fakt edhe dhimbja është shprehje e dëmtimit që i bën nervit. Pra ajo demielinizon, largon atë mbështjellësen e nervit fiziologjike dhe kjo bën që nervi duke qenë i zhveshur, i thënë në thojza, të ketë mundësi të preket, të ngacmohet dhe prandaj jep ndjesinë e dhimbjes. Por kjo mund të ndodhë në çdo stinë, madje përhapja e tij ose shfaqja e tij ndodh më shumë në periudhën e ftohtë, do me thënë, ne e perceptojmë në periudhën e ftohtë, sepse ajo është gjithmonë flë në atë nerv
ku ka prekur një herë. Por në periudha të caktuara të jetës, kur ne kalojmë strese të mëdha, kur kalojmë problematika të tjera shëndetësore, për shembull gjatë periudhës kur jemi sëmur nga patologji të tjera, kjo sëmundje reaktivizohet, ky virus që qëndron në këtë nerv reaktivizohet dhe prandaj përsëritet dhe shfaqet disa herë gjatë një periudhe të caktuar. Sa të rrezikshme janë, doktoresha, përdorimi i buzëkuqve, i lapsave, mbivendosja, por edhe përdorimi nga persona të tjerë? Kuptohet, derisa e thash që është ngjitës, në qoftë se një person e mbart këtë herpes dhe buzëkuqi ose sendet e tij personale përdoren nga persona të tjerë, kjo është 100% e sigurt që mund ta marrin, që e marrin pjesa më e madhe e atyre që bien në kontakt me ta. Po tek vetja, domethënë, në momentin që kemi një herpes, duhet i lyem buzët, duhet i mbivendosim një buzëkuq, se duket sikur ne duam ta shmangim si gjë, ta mbulojmë. Në fakt, ne duam ta shmangim se ai shkakton dhe një lloj dhimbje në fakt. Dhe dhimbja e tashun e shpjegova është për arsye të demielinizimit ose zhveshjes së nervit. Dhe mundohemi ta shmangim. Por kjo nuk do të thotë që ai virus do të përhapet në të gjithë. Ai e ka zënë tashmë një degë të nervit që i nervon buzët dhe aty qëndron. Nuk është se do përhapet në të gjithë pjesën e mukozës së buzëve, le të themi. Kështu që ai vendoset në një zonë të nervit dhe aty sa herë neve kemi një stres fizik, mendor, psikologjik, domethënë, ose kemi sëmundje të tjera që e ulin imunitetin. Ndaj për shembull shpesh pacientët ankohen që më shfaqet sa herë kam një stres, kam një lodhje, ose sa herë sëmurem e parandjej që do sëmurem. Ky lloj herpesi fillon në fakt në fillim me ndjenjën e një dhimbje që ka dëshirën për të krojtur kur është në buzë, që ndjen si dhimbje të lehtë, pastaj shfaqen në trajtën e fluskës, në fillim një dhe përhapen të tjera të grupuara. Është karakteristik që në herpes duhet të jenë disa element vezikuloz të grupuar. Dhe kjo e dallon në fakt edhe nga patologjitë ose sëmundjet e tjera që mund të shfaqen në këtë zonë ose edhe në zona të tjera. Për shembull te fëmijët, shpesh herpesi shfaqet në zonën e faqeve, sepse aty i puthim ne fëmijët dhe ja u ngjisim nëse kemi këtë herpes. Për të ndalur pak tek fëmijët, në fakt Matina ka publikuar dhe një video në rrjetet e saj sociale, ku thuhet që si pasojë e një puthjeje nga buzët me herpes, virusin herpes, ka shkaktuar dhe humbjen e syrit. Në fakt, Matina, unë kam dëgjuar mjaftueshëm raste edhe si një nën vet, që momentin që ti ke një herpes në buzë, mos e bëni atë kontaktin me fëmijët, mos e puthni, mos ju afroni. Impakti ose ngjitja është shumë e shpejtë dhe imuniteti i fëmijëve mund të jetë më i ulët për ta rezistuar. Më trego pak për këtë historinë, është e vërtet ka arritur deri në humbjen e syrit vetëm nga herpesi? Në fakt, për pjesën e syrit, për pjesën okulare, herpes simplex është një virus goxha agresiv. Dhe mund të prek shumë shpejt, domethënë disa shtresat të syrit, duke filluar që nga xhami i syrit, ato shtresat më sipërfaqësore që bën disa lezione të cilat ne në mikroskop i dallojmë që janë shumë karakteristike për këtë lloj virusi, në qoftë se lihet pa trajtuar dhe tek fëmijët ka shumë gjasa që të ndodh sepse fëmijët e kanë të vështirë për të na referuar kur kanë një ankesë. Pra nëse u dhëm, nëse u djeg, nëse kanë ndjesë kruajtjeje, fëmijët vetëm çajin dhe ndoshta prindrit nuk e kuptojnë se çfarë po përjetojnë në të vërtetë dhe kjo mund ta shtyp pak vizitën për tek okulisti. Ka gjasa që ky infeksion të përhapet edhe më thellë, pra nga jashtë në brendësi të syrit, mund të kapi shtresën e lëngshme të syrit, mund të kapi retinën dhe bëhet i rrezikshëm në momentin kur bën endoftalmit, pra kur prek gjithë syri, sepse po del në formë plagë, Matina, si del? Po, si evidentohet? Si puçër, si plag? Që është kjo pjesa transparente mbi ngjyrën që ju shikoni, pëson disa lezione të vogla, të cilat janë në formën e vetitimës. Domethënë kjo është, si të thuash, karakteristike e herpesit, qoftë simplex apo zoster. Këtë arrim ta shikojmë vetëm në mikroskop, nëse keni bërë vizitë tek okulisti,
që jeni ullur para dhe keni vendosur kokën. Çfarë mund të shohim ne si prindër, do të ishte skuqe e konjuktivës e të bardhës së syrit, lotëmi shtuar, fëmia mbyll syrin sepse ka fotofobi, pra nuk e duron dot dritën. Kështu që këto janë disa nga simptomat. Përgjithsisht tek ne ajo si puthje është që patjetër duhet të jetë afër zonës së syrit për ta bërë këtë si infeksion në sy, apo kudo që ne mund ta puthim në fytyrë ajo mund të shkaktojë këtë gjë. Ja, që të gjej vendin për të prekur, domethënë cipat e jashtme të syrit. E përgjithsisht do thosha që tek ne format okulare, pra format që i përkasin zonës së syrit, shoqërohen me prekje të lëkurës përreth zonës së syve. Dhe detyrimisht duke fërkuar syrin mund ta përhapësh infeksionin dhe tek loti dhe lëngu i syrit. Ky rasti është i vërtet, është një rast që ka ndodhur në Amerikë, ku fëmia kaloi shumë shpejt, sepse ishte edhe me një viroz, dhe kam studiuar më shumë për kuriozitet. Imuniteti i ulët sigurisht ka ndikuar që infeksioni të përhapej më shpejt, dhe tek fëmijët. A ka një lloj mënyre? Ndonjë këshill për prindrit Martina që ndoshta në momentin që shohin këto simptomat e para të fillojnë trajtimin apo larjen më të ftohtë? Që në momentin kur fëmia juaj lëton më shumë, shikoni një skuqe, bivendosje sklepash apo thjesht sekrecione të ujshme, duhet të bëni një vizitë tek okulisti, sepse pak a shumë të gjitha infeksionet, qoftë bakteriale, virale, mukoitike, kanë të njëjtën shfaqje të shenjave dhe është vetëm ajo diagnoza që mund të bëjë mjeku okulist, e cila diferencon trajtimin. Është absolutisht e kundërindikuar që ne t'i japim kortizon nëse ka prekje të xhamit të syrit, ajo mund të dëmtojë më tej. Për shembull Tobradeksi që mund ta përdori një prind për mirë. Kështu që vizita tek okulisti është e domosdoshme për të përshtatsuar saktësisht cili është ai mikrob që ka shkaktuar këtë lloj infeksioni. Po ndërkohë te pjesa e trajtimit në kushte shtëpie të paktën këto siç i bëjmë gjithmonë të paktën pak me kamomil ose çfarë mund të na sugjerohet për trajtimin? Format më të mira natyrale për pastrimin në përgjithësi të infeksioneve virale bakteriale edhe për mbajtjen e një higjiene të mirë të syrit, do të ishte pikërisht kamomili, ku ne zgjej, lëmë të ftohet dhe me një pambuk të pastër steril mund të pastrojmë zonën. Këtë unë sugjeroj nënave gjithmonë për bebet e vogla, duke qenë se janë më të prirura për të bërë këto infeksionet virale ose kanë kanalin e lotit më të ngushtuar fiziologjikisht fëmijët, kështu që më shumë sklepa. Por në rastin e infeksioneve virale dhe sidomos kur janë herpetike, është e domosdoshme që përveç se mjekimit lokal, ne të përdorim dhe mjekim sistemik. Domethënë të japim fëmijës që të pi, fëmijës dhe të rriturit të pi dhe një antiviral, acikloviri për shembull. Do një dozim të caktuar dhe për infeksionet herpetike kozjatja e mjekimit është shumë e madhe. Mund të jetë 3-4 javë, nëse është në një formë resistente që është shfaqur të herë tjetër, mund të shkojë edhe 2 muaj. Prandaj them që tek fëmijët dhe qëllimi i videos që unë bëra në Instagram ishte sensibilizimi. Ky ishte një rast shumë ekstrem në të cilin infeksioni nuk u përballua dhe normalisht për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit më thellë, sepse syri është zgjatimi i trurit, edhe për të menaxhuar dhimbjet që jam i sigurt që kanë qenë shumë të mëdha, mjekët janë detyruar që të hiqnin syrin të bënin enukleacion. Janë raste ekstreme, por gjithsesi qëllimi ishte më shumë për t'i përquar sa më shumë publikut këtë që është shumë e rrezikshme, edhe një virus që në qoftë se shfaqet në lëkurë mund të duket krejt i padëmshëm komun, siç e thatë doktoresha, por në rast se tek fëmijët prek syrin mund të jetë shumë agresiv, sidomos në qoftë se lihet pa trajtuar. Po duhet ta mbajmë brenda në shtëpi që të mos ketë shumë kontakt me pjesën jashtë, që të jetë sa më steril apo? Të paktën kur fëmijë edhe njerë, ta them dhe njerë. Për fëmijët? Po, për fëmijët, po. Në rast se fëmia preket me këtë lloj virusi, sidomos në pjesa e syrit, ne detyrojmë që ta mbyllim syrin, pra që të lejojmë sa më shumë të jetë mund shërimin. Kështu që nuk është se do bënte një diferencë madhe, por pa diskutim mesazhim do të ishte për prindit që të mos lejojnë askënd që mund të ketë një herpes në buzë, të puthë fëmijën e tyre qoftë në faqe apo
edhe nëse është familjar, sepse janë forma goxha agresive dhe tek fëmijët janë këta dy faktorë që ne thamë, para imuniteti që është natyrshëm më i ulët, më fragil dhe e dyta, përhapja mund të bëhet shumë shpejt sepse fëmijët e kanë të vështirë për të na referuar se çfarë ndjejnë ose çfarë përjetojnë. Ndërkohë do të pyesja pak doktoresh Violetën, se cilat janë disa nga format e kurimit të herpesit, të paktën në pjesën e buzëve, dhe nëse vajzat gjatë asaj periudhe mundet që të bëjnë trajtime në fytyrë apo e kanë të ndaluar? Është e ndaluar rreptësisht dhe shkruhet në të gjitha procedurat dermokozmetike që në rastin e shfaqjes së herpesit në buzë ose edhe në pjesë të tjera të fytyrës, po zakonisht më i shpeshti është në buzë, ndodh shpesh dhe në pjesën e hundës, të përdoren ose të aplikohen procedura kozmetike, dermokozmetike. Por nuk duhet të bëhen as procedurat e thjeshta, sepse mund të shërbej si shkak për ta përhapur këtë lloj virusi në zona ose në degë të tjera të nervave. Zakonisht herpes simplex ose ky herpesi që shfaqet në buzë ose në zona të tjera në lëkurë, unë nuk e kam lexuar ose pa rastin që doktoresha paraqiti që në fakt është kamban alarmi dhe është shumë specifik, por për fat të mirë janë dhe raste shumë të rralla. Por zakonisht herpesi simplex nuk është agresiv ose nuk është i pashërueshëm, i pakurueshëm. E vetmja gjë kur ai nuk kurohet në kohë dhe nuk kujdesesh për të, është që lë shenja, lë disa gropëzime dhe kjo është shumë karakteristike për herpesin simplex. Pra në qoftë se do të shikosh një grumbull të gropëzimeve në faqe ose në zonën përreth buzës dhe nuk e ke parë herpesin aktiv, menjëherë duhet të të shkojë mendja që aty ka qenë një herpes ekzistues dhe që edhe mund të përsëritet, domethënë. Dhe kjo është ajo që lë. Doktoresha, kur flet për trajtimin, flasin vetëm për një lyerje lokale me krem? Trajtimi për herpeset që shfaqen në lëkurë ose në mukozat, se mund të shfaqet dhe brenda në gojë dhe jep domethënë një lloj edhe paralize të lehtë faciale, duhet mjekuar kryesisht varet nga situata. Kryesisht fillohet me kremrat dhe kur situata rëndohet ose në qoftë se herpesi përsëritet mbi 3 herë në vit në të njëjtin vend, në të njëjtën zonë, atëherë patjetër që mjekohet edhe me antiviral, me tableta, siç dhe doktoresha e shpjegoi, por skemat e trajtimit në rastet e prekjes lokale të lëkurës, pra nga herpes simplex, janë pak më të lehta. Ato zgjasin në 10 ditë dhe mund të jenë nga 2 deri në 3 tableta në ditë në varësi të miligram për kilogram pesh, që zakonisht për të rriturit shkon në 800 miligram 3 herë në ditë, mund të jepet 2 herë në ditë, pra çdo rast është specifik. Prandaj është dhe mjeku që të përcaktoj. Dhe zakonisht trajtimet tona zgjasin në 10 ditë. Këto herpese janë kontagioze, janë përhapen shumë, ndaj me të drejtë dhe doktoresha që ka kontakte dhe me fëmijë që ndoshta kanë më shumë problematika të tilla dhe te pjesa e syve, duhet bërë më shumë kujdes, sidomos nga prindrit. Si në çdo patologji që është infektive ose kontagioze ngjitëse, edhe në këtë rast duhet të bëjmë kujdes. Po, doktoresha, përse del në të njëjtin vend dhe përse lë shenjë? Domethënë, ka vajza që thonë që unë e di ku ka dalë herpesi dhe ku do më dali se e kam shenjë, e kam të sigurt që aty do jetë përsëri. Ai unë e shpjegova në fillim, ky lloj virusi prek një nerv. Prek një degë të nervit dhe aty shfaqja në lëkurë në fakt është vetëm shfaqja e ekzistencës, por dëmtimi bëhet te nervi që ndodhet në atë zonë. Për shembull, në qoftë se në këto herpeset e vogla është pak e vështirë edhe të shpjegohet, por edhe të kuptohet nga njerëzit. Ndërsa herpesi zoster, që është herpes më i fuqishëm dhe shumë më i rëndë, por që për fat të mirë nuk përsëritet siç përsëritet herpes simplex, ndodh për shembull kap një degë të nervit në trup
ose edhe në kokë mund të ndodhë, dhe ai lë një rrugë në të gjithë zonën ku kalon nervi, shfaqen element në lëkurë. Pra dëmtimi është më i gjerë, është një degë të nervit më të gjerë, sepse herpes zoster është një variant tjetër i virusit që e shkakton këtë dëm. Por në rastin e herpes simplex, ai ngelet në trungun në ato zonë të nervit ku ka prekur, pra ne mjekojmë, por e kemi mjekuar vetëm lokalisht në sipërfaqe, në lëkurë, ndërsa nuk arrim dot ta mjekojmë në thellësi atje ku është i vendosur dhe ku flë. Dhe në rastet kur neve kemi këto gjendjet e ndryshme, qoftë shëndetësore, por qoftë edhe emocionale, si që stresi, ose periudat kur kalojmë gjëra pak të vështira në jetë, ai rishfaqet. Pra ai flë në trungun e nervit, në atë vend ku është vendosur aty qëndron, dhe shfaqet her pas here sipas gjendjes tonë shëndetësore ose emocionale. Propëzimet pastaj janë për arsye të procesit fiziologjik që ndodh në rastin kur në lëkurën tonë shfaqen këto fluskat e vogla, që ndodh edhe kur neve kemi patologji të tjera të lëkurës që shfaqen në trajtën e fluskave. Por kjo është shumë karakteristike. A duhet t'i ngacmojmë këto fluska? Zakonisht nuk është mirë t'i ngacmojmë, duhet vetëm t'i mjekojmë. Nëse ato mjekohen mirë dhe në mënyrë korrekte, nuk lën shenjë. Absolutisht shenja nuk ngelet. Është si në rastin e variçelës ose lija e dhenjve që themi te fëmijët, që në qoftë se nuk trajtohet mirë, të gjithë e dinë që lën shenja dhe fëmijët të thonë lën një gropëzim, por ndryshe nga rasti i herpesit, herpesi kishte vezikulat të grumbulluara. Pra ka disa, ndaj dhe gropëzimet dhe prandaj njihen shumë mirë nga mjekët, janë në trajtën e grumbujve. Gropëza që janë gjitur me njëra tjetrën. Ndërsa në rastin e liz, ajo me qenë se elementi është një, fluska është një, mund të ngelet një gropëzim. Pra këto gropëzimet janë për arsye të dëmit që shkaktohen në shtresat e lëkurës nga fluska, që është edhe ajo një stresës, janë disa stresat të qelizave të lëkurës, që në qoftë se nuk mjekohet, kuptohet, këto stresa humbin dhe krijohet ajo gropëza e vogël. Ndërkohë te Matina doja të ndalesha pak për pjesën e ushqimeve që ne konsumojmë të paktën kur jemi me herpes, se normalisht duke u shfaqur edhe tek zona e buzës, mbase një ushqim me aciditet të lartë, ose me kripra të shtuar, ose pikantet, mbase mund të acarojnë më shumë. Si mund tjetë mbase një regjim gjatë kohës? Një pik limoni, për shembull, është një pik limoni ike mbarova u të shmënde komplet. Na thuaj pak, Matin. Në fakt, ushqyerja në përgjithësi, kur kemi lezione në buzë, të çfarë do lloj qofshin ato, patjetër që duhet të jetë sa më e thjeshtuar nga ana e erzave, sepse ato kanë përgjithsisht efekt djegës, po them, në momentin kur bie në kontakt me mukozën, qoftë edhe kanella, piperi, pra të gjitha në përgjithësi. Sigurisht ushqimet me aciditet të lartë ose frutat citrike, limoni, portokalli, mandarina, duhen, jo se duhen evituar, por duhen ngrënë me kujdes, pra që të mos preki zonën që ne mund të kemi atë lezionin herpetik. Sigurisht që ushqyerja sa më e mirë për të mbrojtur nga një virus është ashtu siç ne ushqehemi për çdo lloj rënie imuniteti, me sa më shumë vitamin D, zink, vitamin C, domethënë një dietë sa më e pasur, qoftë me fruta, me perime, qoftë me lëngje për të hidratuar sa më mirë, por në rast se lezioni është aq i madh sa juve ju pengon për të ushqyer, mund t'ju sugjeroja, për shembull, nëse pini një pije, ta pini me pipës, pra format për të evituar sa më shumë të jetë mundur kontaktin me buzë. Për ta ngacmuar, le të them. Ndodh që patjetër, unë kam provuar vetë edhe me amidonin, për shembull, duke ngrënë pak bukë ose duke ngrënë një patate, mund të bëj reaksion në mukozë dhe të ndjesh një djegje të menjëhershme. Kështu që ajo është një plagë që duhet evituar, me të cilën duhet evituar kontaktin. E qartë. Ishin vërtet super informacionet shumë të nevojshme për t'i ditur, sepse ndodh që bëjmë anën e kundër, gjën e gabuar dhe më pas përkeqësojmë ose e lëm aty për kohë dhe për ditë me radhë. Faleminderit shumë doktoresh Violeta, faleminderit Matina, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Ju përshëndesim ditë mbar. Ju përshëndesim edhe ne. Faleminderit shumë, gjithë mirat. Sa të mira që janë shumë të mira. Ja, pra kjo ishte. Ikim në reklamë pak, o zoti Martisha nuk na del ndonjëherë pe... Mbaruam, mund thash mbaruam për tani.
Se, vazhdojmë ne. Jo, mbaruam sigurisht. Mbaruam fare? Jo, mo jo. Po na dhe ti le, ikëm neve. Prit. Prit e s'ka. Po mirë, Si nuk mjaftot njëri reklamës. na duen sa ditë pushimi, vjen o vruzi, vje kjo, vje ajo, as i ditë ne vazhdojmë këtu në kryet detyrës. Përgjithsoje të ikur në live. Ik. Mora, që me më Çfarë gjese, morë ma të ritmi që në energjin që mëgjes. duhet. Po, ikëm greshime mundjeneve. Edhe fillorëm Po, Stina mu. që do këndohet sot, do këndohet. Po s'kemi Dhe me ca atë lule sot. pjesën. Do të hedh ato Si është petale. ajo? Pse si të morët Sali? Me hamar. Mirë si u gjeta, faleminderit. Mirë Faleminderit. Ari nga Që Shijaku. edhe ti thujem, se janë nësuar këta me kështu më thyri. Ose po, mos me bëu shumë zhurmë, kishim hedhë ca petale, vetëm Po, petale. vetëm aq të pak. Kemi Segafredo, a Jo, shuar? jo, s'shuar. Tash të kuqe, shikon ngjyrën e kanë okay, E, të pra. kuqe. Do përshtatemi rrugës. Kështu në pamjet parë duke si kur je një djalë që je rritur në Greqi dhe kthehesh në Shqipëri për të kënduar këto këngët greke. Them të vërtetën kam shku në Greqi shpesh. Kam nejt atje, domethënë, kam shku e kam ardhur. Po jo se kam jetu. Okej. Nuk është se kam jetu për shembull që jetoj. Po ti gjuan e një, nuk është se thjesht këndon ritmin. E lexon. Por mos më bëni të flas. Po, mos më bëni të përkthej. Po, asyrim. Se aty ke përkthimi jam i këndoj, paka shumë për mbajtjen e këngëve një pjesë mirë e dim. Po. Ti je angazhuar me muzikën live edhe kryesisht fokusin e ke te muzika greke, por edhe ajo e lehtë popullore apo jo? Këto vitet e fundit, këto 3 vitet e fundit po them, edhe siç është e dukshme që është bërë pak trend. Është bërë trend, po pëlqej. Në për Tiranë për shembull e ke, po jo vetëm Tiranë, në Elbasan shumë. Për shembull un jam habit në Elbasan, për di si pritet kështu spektakël fare. Cila këngë? Muzika greke komplet. Domethënë shkon atje dhe shohin ata posterin që ka Greek Night. Jam formati Greek and Albanian Night. I bën mix. I bëj mix sepse normalisht jemi shqiptarë në fund fare dhe normalisht duhet edhe Normal, të mbash gjithë natën me muzikë greke. Po, gjithsesi, të gjithë emigrantët e gjejmë shumë veten. Domethënë, si tip edhe nostalgjie për shkak të jetesës prej shumë vitesh andej, po. Për shembull, unë shoh shpesh që habiten ose kanë kaluar edhe rastësor, që kanë pa që X lokal pas ka muzikë ose kanë pa tani në kohë reale direkt. Jo ditë përpara poster. Edhe janë kthy vetëm se ka pas muzikë greke. E normalisht programi që zgjat një live zgjat 1 orë gjys 2 orë. Pra është një muzikë që e duan shqiptarët. E pëlqejnë shqiptarët sepse në fakt edhe kompozitorët drejti duhet ta dish ndoshta ti si e fort ke kjo rrym. Po, vërtet. Po kompozitorët shqiptarë në fillim ose këngëtarët shqiptarë, më saktë, siç janë edhe këto të muzikës popullore. Shumë këngë kanë pas Po, janë frymzuar, janë bazuar atje. Po. Është marrë këngë e gjitha. E kopjuar. S'ka lidhje fare me bazën. E thesh në bukur që e lezetove çike kanë marrë o burrë kanë kopju. E thaje. Teksti s'është përkthyr fare, thjesht kanë përshtatit tekst shqip nga fillimi. Domethënë ai që ka shkruar tekstin ka qenë me merita 100%, ata të tjerët pastaj. Gjëra, ti ke studiuar për kanto, si ka qenë rrugtimi? Unë kam nisë në moshën 9 vjeçare. S'mund të thush studim 9 vjeçare, po jemi fut në rrugë. Fillova me piano. E pra ishin ata të shtëpisë që të orientuan tek një instrument? Ka qenë mami im sidomos. Ajo që më ka fillova me tastierën. Po. Pa ta blej një të vogël kështu, kur fillova ato mësimet e para, kishte mikrofon që u fuste kështu aty. Edhe këndoja nga pak kështu. Pastaj shkova në ansambël këtu në Tiranë, ansambël i muzikës popullore, dhe 10 apo 11 vjeç kam dhënë koncert në Bullgari. Okej. Pa i vogël. Po 11 vjeç kam qenë shumë. Me ansambli. I vogël fare me ansambli. Përfaqësoheshim, domethënë ishim të përfaqësuar nga ansambli, ose isha unë direkt aty, po. Pastaj kur dilim këndonim, ishin emrat e gjithë secilit nga ne. Mora çmim publiku madje atëherë. Super. Po ishte, domethënë kanë qenë këto orej, kanë qenë këto konkurimet me shtetet ballkanike. Shqipëri, Bullgari, Maqedoni, Turqi. Po që bëheshin si festival. Po, aty nisa unë filloj, okej, mora ca komplimenta i vogël, mosha vogël, këndonin popullore. Po pëlqente pastaj kjo? Po. Okej. Pastaj shkova në Durrës në lice. Klasën e 5 kam filluar për fizharmonik në lice. Po fizharmonika pse? Apo se më e përgjashme edhe me pianon? S'kishte kanto. Nuk ka kanto. Okej. Po pse nuk zgjodhe pianon? Piano fillon klasë parë.
Unë shkova klas 5. Okej. Janë ca rregulla që i di vetëm këta. Është fizharmonika. Me rregull, Pas ka rregull që i ka vendos shkolla. Pas ka qenë si disi e detyruar kjo Jo, zgjedhje. përderisa kishte të bënte prapë me tastierë, më thonë. Ishte më e lehtë për ty, po. Po. Pastaj kalova në gjimnaz, kalova në kanto. Pastaj në akademi këtu kur erdha për gjotë tjetër komplet. E lash kanton për arsye se unë nuk është se kisha interes në muzikën klasike. Interesi im ishte vetëm Të bëje një shkollë muzike. kisha një shkollë muzike, kisha një bazë, rrugë, Po. që sa do pak na kanë dhënë. Kur filloi pjesa duke eksperimentuar me live-et ose me Live-et ka muzikën e fillu, live-et, domethënë, atë target. Do me thonë, nga mosha 15-16 vjeç, unë kam fillu me dasma. Ka që i vogël më mbaj dasma. Me dasma, jo vetëm dasma, që janë Evente, gjëra që janë aktivitete familjare, përgjithësi do me thonë evente. Edhe në Tiranë, apo flet vetëm në pjesën në zonën tënde Shijak, Po, ai Durrës? mjafton Shijak, instaluar aty, Leku aty është, e kanë thënë të gjithë, kush vjen këtu në studio që këndon live, thonë që Shijak, kavaj, spirti. Mjafton të kesh jakun me kavajen. I ke akoma, i Unë ke? jam nip kavaje. Tani të pëlqeu pak kjo gjë se edhe në moshë adoleshente, edhe Patjetër, pesha unë kam aty këndu. idet lek tek muzika live. Bëhet fjalë, unë kam kënduar me këngëtarë për shembull që janë me emër sot, që i ke rastin Ardiola Toskës, për shembull kam rastis që kam kënduar me atë, me Xhavit Dedeje, me kështu këngëtarësh, që sot i ke në treg mirë, i ke keq. Po, që njerëzit shmenden pas asaj muzikët e pas këngëtarëve, pra. Do me thonë, ne jemi në Ballkan, ju nuk e di a keni eksperiencë, për shembull me muzikën ballkanike, në qoftë se keni shkuar herë në Greqi, me qenë se unë jam në pjesë e saj, që bëj edhe muzikë greke. Nuk është muzika, do me thonë, muzika popullore, tradicionale, në vendet ballkanike është shumë herë më, do me thonë, ruhet më mirë se sa ruhet në Shqipëri, kam përshtypjen. Janë më fanatik. Po, edhe rinia të rritë, që janë mosh 20 vjeç, 25 vjeç. Gjojnë muzikë laikoj, thonë ato, muzikë popullore. Po, të vjetër, pra. Po, me buzuk. Me buzuk. Po. Edhe kjo është shumë gjë e bukur edhe në Shqipëri, pavarësisht se në Shqipëri janë futur rryma, Ka bërë një lloj ndërthurje, po. Shumë Rumani, po themi, shumë Bullgari, janë futur rryma edhe kanë marrë atë kution. Se cili vendin ku mendon që mund të godasë, se cili merr një lloj stil të vetin. Po, ka marrë stil dhe muzika popullore, po t'i vjen re, muzika e jugut. Muzika e jugut është ajo që mban pak atë nivelin. Po. Piral, cila është kënga që pëlqehet dhe kërkohet më shumti në live-et që ti bën? Flas për këngët greke. Ke greke. Shiko. Ti jemi realist. A më thuaj s'tin Athina mund të gjojnë pak tani? Po, Athina mu është më bu. Po, jo vetëm ajo. Do me thonë, Athina mu është diçka që... Thelona me njosit. Thelona, po. Unë e vere kështu. Po. Ku e kuptojnë që i pëlqen njerëzit. Ti nis live-in, unë nis zakonisht me greke direkt. Po. është ajo Savato. Ka the vradhi tu Savato. Sa bukur është. Hajde, hajde. Po, do ta krejë ta mamun atë po. Ashtu. Ne ngofën pak se. Po, duke e folur kështu pa ngrofi se janë rregull. Po e marrin vesh ne po të lëm kohë, e kupton se në ishte tjetër Romina thotë do këndosh tani po tha ajo vë pikë. Kam ja 3 pyetje që po ja sjem muhabetin aty. Romina ti me kë këngë do ta filloj unë me Athina. Athina mu. Okej. Me ka qef fiksim. Këtë po thoja, unë kur fillojmë ne, live-in, shifet reagimi. Për shembull, qëllon njësë Romina aty. Niket direkt. Opa, celular. Po, e njëti. Në direkt video. Aty ti kupton që, sepse po e lanë muhabetin ata, thonë që i pëlqeo. Ti e ke të rrequr vëmendje, ti e ke bërë punën tënde, pra, po. I pëlqeo. Kështu që... Kështu që neve, sa është lëviz që rabi ne jemi... Tani, Romina bëj gati telefonin. Po, haj. A ndezim blicat. Re, nojë qikë. Amore, se mu një zvidja para Jebe se kohë. nisi. Gati. Kamenos kapus tas tenapros filo papu, edhe puj poli kata ferni na mi vjazete. Bora. So kjedro arhise o giros tu thanatu, bravi savatu. Hena sa eras na tripa i to kormimu,
Que govrek menos pio paljaptin ka partina mu, ma sepsak no apek nos mena, Stina, Ka i dim. Ti këto e dim në patjetër. Ka i dim neve. Unë e prita, edhe qik mu fash. E stilo pa puna. Po kështu bën edhe me publikun, ose me ata njerëz që të ndjekin. Pra, këtu gjithë bashkë. Do me thonë, qofë se ne kënojmë 2 orë, i orë kënojmë qësej. Se i orë kënojmë publik. Po brava, Pas keni zgjidhur. E keme mik. Po kënda që përdori ti për hyrje, për hapje le themi cila ishte, për ta dëgjuar pak, të lutem. Kafe, po ti, jo. Kafe vravi tu sabatu, klevoki me tu thanatu, eksetia su. Tetja mera vigena me këso, tora monos pos na dekso, ti na pusia su, ti na pusia su, ti na pusia su. Ua, fantastik. E ka përkthyer një këtu. E ke aty. Tani, çfarë po ndodh me publikun shqiptar edhe me le të themi me atë masivitetin që tashmë duan kaq shumë muzikën greke, e kanë kthyer në trend. Çfarë po ndodh? Se le të themi janë këto 2 vitet e fundit që muzika greke është kthyer në super trend në gjitha lokalet shqiptare. Muzika greke, vetëm se ka diçka, muzika greke ka qenë treg në Shqipëri. Kanë qenë Po, në treg patjetër, po. Në vite përpara ka pas ambiente caktuar që u bote muzika greke, por jo kaq masive sa tani. Tani më është kthyer kudo, hotel, restorant, lounge, kudo që të ketë pak hapësirë për të bërë muzikë, duan muzikë greke. Ka diçka, muzika greke në qoftë, edhe pse ka atë formën apo ndërtimin si muzikë popullore, po themi, si mund ta krahasojmë me muzikën tonë shqiptare, ka atë finesën. Për shembull, buzuku e bën interesant shumë. Po. Kupton, buzuku si instrument është shumë i bukur, shumë i veçantë, shumë i veçantë. Pastaj çati, domethënë publiku ka diçka. Është edhe në atë pjesën që çati ofrosh, publiku e pranon. Sidomos kur është e bukur. Po varet si ja ofron pra. E mirë, po patjetër. Çka, për shembull, unë personalisht Se të kalosh nga një muzikë greke, pastaj tek një muzikë e Shqipërisë mesme, si veçantë. do ta bësh ti, si e bën ti lidhje. Okej, çdo grup muzikor ngelet vetëm te unë. Po s'ka gjë kur të shkon. Gati duhet. Kur të shkon nuk bësh ditë unë. Për shembull, unë si operoj unë, personalisht, si këngëtar. Unë është edhe në varësi të kërkesës. Si X restoranti apo lokali apo çdo qoftë ai. Ose ndonjëherë që të vjen atje dhe thotë Kur vjen aty të respektohet ai. po. Tani më keq. Të lutem, jo. Nuk e bëra diskutim, prandaj thash. U shtofsh. Okej, ne Amin. ne zakonisht bijem dakord fillim për një pazar caktuar, për një çmim caktuar, Po. që unë do shkoj atje, po formati është për shembull vetëm me tastier. Mund të shkosh edhe vetëm me tastier si shkojnë një pjesë e mirë. Mu Pa personalisht bërë një band të plot, po thua. Okej. Personalisht pëlqen të kemi një band. Po, okej. Domethënë, edhe kam dalë shumë shpesh ashtu, çfarë përfshi bendi. Bendi ka tastiera normalisht që është e domosdoshme. Ka buzukun, që është tipik. Po. Unë marrë dhe një klarinet, saksofon klarinet. Brunon. Nga që ti edhe, po, ti ndërthur. Brunën kam edhe një tjetër, unë kam grupin tim, që kam, domethënë, siç është Bruno aty, Po. që nuk i kam gjithmonë çunat fix, kam 2 tjerë që i kam fix të mi, domethënë tasterisë që i kam gjithmonë me Po. mua. Edhe alternohemi shpesh. Dalim edhe gjithë siç jemi. E ketë nevojshëm për ta plotësuar edhe si imazh, pra, bindin tuaj, por dhe element, se buzuku është element tipik grek, që kështu do të Po, bëhet. nuk është vetëm çështje imazhi, është çështje bëhet domethënë ti ke cilësi. Ke puna cilësi. Edhe në momentin që ka puna cilësi, ngelin gjithë kënaq, ngel unë i parë i kënaq. Ngel ai që më ka marr. E të marrin prapë në eventet, patjetër. Po, edhe pse merret saksofoni edhe klarineta se duhet ta lidh me muzikën shqiptare. Qofse unë bëj gjysore program greqisht, vetëm me buzuk. S'kam nevojë fare për klarinetë saksin, jo se s'kam, po edhe sikur mos ai mos futet, del shumë më bukur sepse normalisht del merret ka të vibe-in e Greqisë. Automatikisht njerëzit mërziten. Kaloi orë, 45 minuta, një orë. Edhe ti ke gjetur të çelsin të alternimi që i bën, pra. Njerëzit mërziten dhe futet Bruno, ose që kam unë. Gjaku shqiptar aty. E normalisht zi gjaku. Na këndon një këngë tani nga këto popullore shqiptare. Po, tonat.
Aty ku bën ti edhe lidhjen. Një këngë për shembull, bravo, që ti bën lidhjen. Nga greku te... Unë kaloj me... është e konga Zemra sa e don, sa e don. Imagjino. Zemra sa e don. Unë lidh me këtë, do me thonë, si që jemi nga grekja, po themi, bëjmë mbyllën me një therona me një, ose rëndësie ka diçka, ose rumba, këngë allegro greke, si që është. Afino pisos ti kardianu, iba me nasa Nga trova. Rominën e ke kliente i bje, dhe në të se do mund të Romina, kur të shofësh postera që jam unë aty. Po, mirë do ishte. S'kam qënë të njerë, me thënë drejtën. Duhet greke. Ti je direkt. E gjojnë makinë. Vibin, me thonë, atë, vibin, atë ndjesin që t'japin këngët greke. Unë nuk po flasë këtu si kur jam unë, sepse tash mos me u paragjyku. Unë maroj për muzikën shqiptare, kupton? Po, na e këndohet të pra, muzikën shqiptare. Me atë do të përfundoj, së bëhet fjalë. Oke, është... Po ti qaj halet, e po të pyst jo shoku im, ha e ke pa, është e bukur si c'ka qenë. Më thuj të lutem, më kallëzo krejt qka din për të. Mi trego gjitha, është e lumtur me atë që jetën po kalon. Zemra sa e don, ti nuk imagjinon. Zemra sa e don, ti nuk imagjinon. Ma do trupi, ma do shpirti, është e mirë, ajo zemrën ma këputi. Hajde! Bravo! Një hajde mrapa dhe... Futën qunat dhe futën qunat dhe mëroj. Me dhe kjo është ideja, që ideja është gjithë këtu. Dhe gjithmonë ka kështu zemër thyrë aty që bashkohen, pastaj. Do me thonë, pina shumë i pysë në herë them, se ka mundësi, më ka shumë vujmë ne. Se ka mundësi, do me thonë, të ketë ka ishë boj balad. Po më ka dhe njerës që janë lumturisht të dashuruar, të martuar me fëmija, ma kur ka një këngë kështu depresion, do të kujtoj një histori tjetër. Të që e kam gjithë nga i... Ka një nostalgji, pra do të. Unë do habit mos s'kishtë. Do më kishtë. Sigurisht. Dhe ishin të gjitha këto gjërat në formë prezentimi për figurën tënde, sepse ty njerëzit njohen, por ishte e nevojshme të të njihni pa dhe pak. Faleminderit ty që erdhe. Është plot? Vera, po kështë e dhime kështë? Vera është plot. Madje edhe dimri ka qenë mirë shumë. Kemi pas, në më thonë çdo fundjavë, sidomos, pastaj dhjetori ishte i lodhshëm. Me vërtet i lodhshëm. Kemi fillu, nuk e di çfarë date kam fillu. Po, periudhë festa, është kuptohet. Nëntor, kam fillu me datë 15 nëntor, edhe pothuajse 3-4 herë në javë kemi qenë në zonë, domethënë. Perfekte. Kemi qenë në zonë dhe shqyr faleminderit Zotit, domethënë që kemi pas. Fantastike, dhe pas sa më shumë, sa më shumë punë. Uroj edhe unë për vetëm. E mbyllim tani me Thelona Menjosi? Me Thelona Menjosi, vetëm me i kusht. Qa kusht? E para mos e ngatro me Athinën. Okej, më falj. Dhe ta këndojmë të. Po flas fare atë. Do këndosh të pas kësaj, do të kemi klipin tënd që do ta ndjekin të gjithë edhe shikuesit pa diskutim, dhe sigurisht që do ta mbyllim pastaj ashtu siç na ka hije, ju do të shikoni një insert, reklama, kuzhina dhe pas një ditë yll. Po pas kësaj këngës. Dita yll do jetë. E nisim direkt me refren. Po, hajde. Hajde. Thelona Menjosis, nami me prodhosis, Thelona sa kuona mules, pos ma pas. Thelona Menjosis, nami me skotosis, pes den teliosa nos argisan yamas. Faleminderit. Klipin, ndjekim klipin. Mirëmëngjesi shikues të Zgjohë MMCN, ja ku jemi sërish me recetën e radhës, për sot do përgatisim një tavë me mish qingji dhe perime. Na ndiqni. Fillojmë beqërojmë qepën.
Shtojmë specën. Shtojmë dhe hudër të freskët dhe të thatë. Shtojmë dhe erëza. Shtojmë dhe liri. Shtojmë pomodorini. Shtojmë kripën. Fillojmë i përzijem. Pasi perimet I kemi bërë gati, tani do fillojmë me marinimin e mishit. Do shtojmë erëzat. Vaj ulliri.
pak krip. Dhe fillojmë përzierjen. Mish qingji, pra brinjët e qingjit. Pasi mishin e kemi marinuar, tani do e shtem te tava me perimet. Shtem dhe pak hudhra të freskëta. Shtem dhe limon. Ja, pra kjo është tava që do e fusim ta pjekim në furrë të paranxehur në 280 gradë. Tani do e lëm për 1 orë që të piqet. Ja ta shojmë tavën, pasi mishi ka marrë ngjyrën e duhur. Të nxjerrim. Ne kemi edhe tavën. Tani tavës do i shtojmë një petë sipër që ta pjekim përsëri. Tavën do e mbulojmë me një petë. Petën do e lyejmë me të kuqin e vezës.
I hedhim dhe pak fara. Tani e qëjmë në furrë përsëri. Ja dhe tavën e kemi gati. Do e nxjerrim. Ja pra të dashur miq, kjo ishte dhe receta për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Shihemi herës tjetër. Mirupafshim.